Do ta nisim sot, domethënë me reagimin pas 16 ditëve heshtje të ambasadës amerikane Arian për sa i përket zgjedhjeve. Do doja të dija si lexove këtë reagim, sepse me ato pak fjalë sa janë aty, domethënë janë bërë një mori emisionesh dhe në një farë mënyrë shumica e shqiptarëve ka mbetur më shumë e paqartë se e qartë për sa i përket qëndrimit të ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shikoni, unë e thash edhe herën e kaluar në emisionin tuaj që Shtetet Bashkuara të Amerikës me ardhin e administratës së re e kanë ndryshuar thelbësisht pikësparja atë që quhet lista apo top lista e prioriteteve të Departamentit të Shtetit të Politikës Jashtme amerikane, por kanë ndryshuar gati radikalisht dhe tërësisht edhe atë që quhet mënyra e tyre e komunikimit, PR-i apo diplomacia publike që ata bëjnë. Në qoftë se ata po thonë që çdo prezencë amerikane jashtë kufive të Shtetit Bashkuar të Amerikës është vetëm dhe vetëm që Amerika të jetë e para për interes dhe vetëm për interes të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo bëhet e dukshme në mënyrën se si ata negociojnë, në mënyrën se si ata ndërhyjnë në konfliktet e mëdha që ne kemi parë në shumë pjesë të globit, në mënyrë se si ata përfshihen dhe shfaqen në organizatat ndërkombëtare, por edhe në mënyrë se si ata deklarohen tashmë në raporte apo situata të brendshme mes vendeve të ndryshme të botës apo brenda vendeve të ndryshme të botës. Por mua nuk ka asnjë çudi. Shtetet Bashkuara të Amerikës me administratën e re nuk kanë asnjë arsye për të shpallur partneritet apo qasshmëri apo preferencë me asnjë politikan shqiptar. Dhe kjo deklaratë e thatë, që nuk është e thatë në vetvete, por është e sinqertë, por ne nuk kemi mësuar me deklarata sinqerta dhe të vërteta. Donald Trump, si president, ka ndryshuar atë që ka prishur harmoninë e hipokrizisë globale. Shpeshherë, kortezia në diplomaci bënte që ndonjëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës të tregoheshin më politically correct. Po themi sheqerisht, më të sheqerosura në deklarimet e tyre kur donin të tregonin se kë favorizonin. Nësa për Donald Trumpin, duke qenë se Amerika është e para, për atë nuk ka rëndësi se kush është fituesi apo humbësi dhe cila është dinamika e brendshme, për atë ka rëndësi se cila marrëdhënie apo cili raport apo gjendje politike është në favor të interesave amerikane. Këtë do të lexojmë në shqiptar, dhe nuk ka pse ta bitemi, se ne i duam amerikanët o pro njërës palë, o pro palës tjetër, kur kjo nuk është detyrë amerikanëve. Sepse ti po thua më shumë ky qëndrim është pasojë e ndryshimit të madh që ka ndodhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, ky është tipikisht amerikan. Dhe këtë duhet konsiderojmë dhe pastaj pasoja e këtij qëndrimi dhe pasoja e shumë qëndrimeve të tjera që ne kemi parë të vinë pas këtij qëndrimi dhe mund të diskutojmë edhe më vonë së bashku, ka të bëjë me atë që klasa politike shqiptare, por dhe ne shqiptarë duhet kuptojmë që tashmë po thirret dhe po kërkohet një realitet i ri politik ku ne i dalim për zot vetë çështjeve tona dhe interesave tona. Pra çfarë bëjmë ne si shqiptar? Nëse u bë një gabim shumë i madh, gati trashanik në gjithë fushatën elektorale. Dhe nuk po hyjmë arsyeve, por u bë një gabim trashanik që gjithë fushata u bazuat tek fakti që jemi mirë me Amerikën, si jemi mirë me Amerikën, do jemi mirë me Amerikën, s'do jemi mirë me Amerikën. Po, e vërtet. Amerika po thotë jo. Bëni ç'të doni, bëuni Julieta sa doni apo Romeo sa doni në balkonin ton, por ne rëndësi ka Amerika. Dhe madje në deklaratat më voshme, ata deklarojnë për këtë gjë, që mund të diskutojmë dhe mund të analizojmë më tej, që nëse nuk mbroni interesin e vendit tuaj, nuk jeni të vyer as për ne. Po trim te kjo area. Si do ta përkthejmë politikisht? Rama, vetëm që kur thot nëse nuk mbroni interesin e vendit tuaj, ata kanë shqetësimin që interesi që lider lokal mbrojnë, dhe nuk i referohen vetëm Shqipërisë, sepse këtu është folur në asamblenë
e NATO-s. Jo, po trim tek e para, pastaj do dalim. Mund të përplaset me interesat amerikane. Patjetër pra. Pikërisht pra. Kjo është pra. Duhet ta keni parasysh që çdo interes që kombëtar që do mbroni duhet të jetë në një farë mënyrë aty fillon negociata pra. Por e gjë e parë që ata po kërkojnë është të përkufizoni pra interese, sepse ata duhet dinë, sepse çfarë ka ndodhur deri tani. Në shumë shtete është krijuar klasë politike klientel. Pra jo vende të cilat kanë interesat përkufizuara dhe që operojnë si politikan dhe si qeveria opozitë që përfaqësojnë interesin e kombit, po përfaqësojnë si grupime politike që janë në pakicë apo në qeverisje, të cilat thjesht mbrojnë interesin e një grupi, qoftë ky shumicë, qoftë ky pakicë. Është vërtet në klientel. Si ta lexojmë dhe këto për amerikanët faktikisht konsiderohen domethënë rrugacizma politike. Kemi rrugashëri politike. Ky është ndaj ka ardhur ky moment. Po, ata nuk duan të merren më sepse kjo tashmë nuk është as në nervin e tyre, po as në lartësinë e tyre, sepse ata janë fuqia më e madhe globale. Dakor, Arjan, në këtë kontekstin e ri tani e kthyer politikisht ajo që do të jetë, kuptoj. Vonesa. Jo, pse nuk ka vonesë. 16 ditë domethënë. Nuk ka vonesë, pra thjesht ata nuk kanë gut. Pra ka vonesë sipas asaj që kemi mësuar deri tani. E qartë. Ka ndryshuar lexohet si rezervë, si pak nuk kanë më gut ata, sepse ku do shkojë Shqipëria? Nuk ma mendje që do marri kutit do iki me vrap. Nuk ma mendje që Edi Rama do marri qeverinë dhe do ja fusi vrapit. Është thjesht nuk kemi mësuar, ka ndryshuar stili i tyre. Ata nuk kanë gut dhe kaq, kjo është e thjeshta. Si përkthehet kjo politikisht me termat që do tisë, unë e kuptoj. Po, jo, po nuk përmendet Partia Socialiste, nuk përmendet Edi Rama, nuk, domethënë, ka 3 anë. Përmendet vetëm populli shqiptar. Ka 3 anë këtu. Ka 3 anë. Unë kam treguar një histori në Departament Shtetit që më ka ndodhur me Matthew Palmerin. Mbasi unë isha me shumë pak njerëz në 2019, i vetmi njeri dhe nga të paktët, në mos i vetmi, me thënë drejtën, nga njerëzit e opozitës. 2019 para zgjedhjeve 30 qershorit? Po, flasim për janar shkurt. Para se të digjeshin mandatet dhe para se kur dolën përgjimet te zëri i Amerikës. Dhe kur unë isha atje dhe si thosh, Shtetet Bashkuara të Amerikës më kërkuan që unë të mbaja qendrim dhe kisha këll që ta mbaja qendrimin përballë opozitës. Dhe unë e mbajta dhe e gjithë opozitën shpalli armik. Qendrimi, cili ishte qendrimi? Që unë thash që djegja e mandateve është gabim trashanik dhe mos pjesëmarrja e zgjedhjeve 30 qershorit është dhurat nga Edi Rama sepse i dhurohen tavolinë 61 bashki. Unë e kam thënë këtë që në shkurt. E gjithë PD-ja, gjithë mediat e PD-s, gjithë grupi politik i PD-s dhe LSI-s më shpallën armik partie, më shpallën tradhtar, shilke Edi Rama, por që faktikisht tani më mbrapa të gjithë thonë të njëjtat gjëra që ishin gabim trashanik, i dhuram Ramës 61 mandate. Po ata Okej. Po me Palmerin. Prit tani. Dhe unë kur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndryshuan kursin dhe e rithirën opozitën e Partisë Demokratike të LSI-s në Tryezë nëpërmjet këshillit politik, shkoj prapë në Departamentin e Shtetit, takoj zotin Palmerin dhe them, "Ora çfarë duke bëri tash?" Çfarë duke bëri tash sepse duket sikur talleni me ne tash. Na hidhin betejë, tash unë këta i riftonin prapë në Tryezë. Dhe ai më tha një gjë që mua më la pa fjalë. Se ka kontekst kjo që po të them raport me deklaratën. Arjan tha, po çfarë mund të bëjmë më tepër në amerikanët nëse ju shqiptarët tha nuk na dëgjoni tha. Nga shkurti tha, deri në 30 qershor tha, mbaj pak shënim tha mua tha. Ke një deklaratë në mëngjes të ambasadës amerikane dhe një deklaratë në mbrëmje të Departamentit të Shtetit tha. E ke në zërin e Amerikës dhe ju e dini si gazetarë, mund ta frikoni shumë lehtë. Ku Shtetet Bashkuara të Amerikës u thon shqiptarëve, shiko, mos i bojkotoni zgjedhjet se nuk i bën Edi Rama, i bëjmë ne. Madje deklarata gati kështu, jo diplomatike. Departamenti i Shtetit dhe ambasada amerikane nga shkurti deri në 30 qershor çdo ditë kanë bërë 2 deklarata këto shqiptarëve, nuk i bën Edi Rama zgjedhjet e 30 qershorit, i bëjmë ne. Shqiptarët ta dëgjuan Sali Berishën, tha Ilir Metën, tha Edi Ramën, tha. Tani si mendoni ju që neve tha tani do dalim mbi shqiptarët në këtë histori? Nëse për ata loja politike e brendshme është më e rëndësishme se sa 2 deklarata në ditë tonë ata, atëherë ne duhet mbajmë shënim ta. Tani pse ta thash të? Kur ata thonë urime popullit shqiptar, këtu merre se ta marrësh, po unë po e lexoj duke qenë se i di ca biseda. Kam një djeni, unë mund të them këtë gjë që edhe Edi Ramës i thuhet mos u gëzo o i gëzuar, edhe Sali Berishë thuhet që mos shpreso o i pa shpresë, por nga ana tjetër i thuhet popullit shqiptar tani a votuat. Ky është rezultati. Dhe nesër as mos gjykoni, as mos parasgjykoni,
asnjë lloj bashkëpunimi të mundshëm dhe asnjë lloj përzgjedhje që ne do bëjmë në bashkëpunimet e mundshme. E qartë. Sepse fotografia është kjo që është. Pra shqiptarët, pa e hyrë historive u vodhën, su vodhën, u bën, su bën, 1.400.000 vota, nuk ka rëndësi se nëse është bërë vjedhja, është bërë në favor të njërit apo tjetrit, pra për të prishur balancën, po janë për Sali Berishën, për Edi Ramën apo jo. Po. Kështu që këtu politika nuk ndryshoi, do men mbeti bipartitizmi. E kanë dhënë atë që quhet shumica dërmuese e vullnetit tyre. Sali Berisha, Edi Rama. Se kë vazhdojnë të zgjedhin amerikanët si bashkëpunues, tani është çështja e tyre. Jo. Më të kodifikim. Kaq, çfarë të them unë? Denis, si e lexove Denis këtë deklaratë të ambasadës? Unë jam dakord me Arianin që ata nuk kanë ngut. Në fundit Shqipëria është një vend i qëndrueshëm me stabilitet fort politik dhe nuk ka pse ata në 12 maj të reagonin me njëherë për zgjedhje, sepse nuk është një zonë nxehtë. Ata reagojnë me njëherë ku ka zona nxehta. Për shembull, reaguan shumë shpejt në Rumani, sepse aty kishte tjetër peshë. Edhe kishte interes. Nuk është se uruan, se kam atë. Kë? Nuk është se uruan. Me Zipresin bashkëpunojmë. Me Zipresin, bra. Ja, dhanë emrin e presidentit aty. Ja e kam unë, e kam pa merak, po se. Ja ku është. Presin bashkëpunojmë me Niku Sordara. Si presidenti Rumanisë dhe me qeverinë e re. Po jo urime. Presin të bashkëpunimi çfarë do të thotë ai zota përqafoi në foto për këtë. Aty e kanë dhënë pra emrin. Ka dy. Aty e kanë dhënë emrin. Tu kanë dhënë emrin pra. Prandaj them që dakord, por edhe tek mesazhi që është për Shqipërinë kanë termin shumë të rëndësishëm që është partneritetin tonë të ngushtë. Dhe partneritet. Jo. Një sekondë. Pra shqiptarët e votuan pra? Një sekondë pra, se nuk bëhet ai nuk vjen e bashkëpunon me militantin, me qeverinë e bashkëpunojnë. Tu për shembull në Rumani e përmend emrin. Edhe një herë pra, ka ndryshuar ajo që tha Ariani ka shumë sens. Ata kanë ndryshuar stil. Po ta lexoni, ata vlerësuan po mirë, në këtë stilin e ri po them. U thon shqiptarëve. Ju e deshët, ju e votuat, mos ta kërkoni llogarinë pse bashkëpunojmë ne me të tani. Këtë po të thot pra.Ethën shkurt muhabeti, do kështu. Po kaq pra. Tani po ta shohësh se nganjëherë duket për qeshur reagimi para 4 vitesh, ata i ngrinin në qiell dhe Lulzim Bashën që humbi. Po. Edhe ai ishte i panatyrshëm në vendimin tim. Ishte administrata tjetër. Po, ishte tjetër. Tani ka ndryshuar stili dhe ajo që thot Ariani është plotësisht e saktë pra, në një farë mënyrë këtu është uruar populli shqiptar sepse edhe për mua kanë bërë mirë se ne bëjmë një gabim të madh. Duke u përfshirë në këtë betejë politike, i kujtojmë zgjedhjet sikur janë partive, sepse këtu komisioneret kanë partitë, gjithçka kanë partitë. Ndërkohë, dita e zgjedhjeve është e qytetarit, është ai që është zoti i zgjedhjeve. Thot Ariani dhe jo e prita çojë deri në fund. Po, okay. Dhe duke qenë qytetari, urimi shkon për qytetarin. Pra ti ushtrove atë që është dita jote më e rëndësishme e jetës politike. Kundër qëndrimit të opozitës që thotë kjo ishte një farsë elektorale. Po jo, ku ka farsë? Ku është farsë? Po pra. Tani ky citimi i ambasadës bie ndesh në mënyrë të qartë me PD-n. Qëndrimin e Partisë Demokratike. Ne po komentojmë pse Rama nuk është përmendur apo jo. Por PD-n ai është. Ideja është që institucioni i zgjedhjeve në raport me Amerikën. Zgjedhjet ka kryer. Politika e brendshme është tjetër gjë. Tjetër gjë. Pra, në momentin që institucioni i zgjedhjeve është certifikuar nga ky njoftim, ka mbaruar më këtu, s'ka më debat farsë shkot. Kanë certifikuar farsën amerikanët, siç thot PD-ja. Se kjo është certifikimi i zgjedhjeve. Po mund biem dakord edhe për një gjë për shembull. Ta thash pra, certifikimi i zgjedhjeve, zgjedhjet janë dita më e rëndësishme për qytetarin, për ne të gjithë, që jemi përveç Arianit që është politikan. Certifikimi i zgjedhjeve po thua? Po patjetër. Neutralitet më çfarë certifikim apo? Distancim nga zgjedhjet, neutralitet. Jo, është distancim nga politika e ditës. Nga zgjedhjet. Ore, ai të ka thënë urojnë popullin shqiptar. Kush? Zgjedhja është domeni i popullit, nuk është i partive. Ne kemi kthyer keq. Po mos merr vetëm një gjë pak. Se unë thash edhe ja, vetëm një frazë, një batutë, më fal. Okej, vazhdo, s'ka gjë. Një batutë. Nëse unë thash në fillim të analizës që ishte fajull dhe lajthitja e politikës shqiptare, nuk ka rëndësi se kush, që vendosën SBA si leitmotiv fushatës, apo jo. Dhe në këtë mënyrë, amerikanët po tregojnë shumë të kujdesshëm me Shqipërinë. Se kuptojnë që këtu sensibilitetet në raport me SBA janë më të larta se sa dhe më gati më marroke se sa ata mund të tolerojnë dhe mund të pranojnë.
Dhe për mos hyrë në politikën e ditës, ata nuk flasin me emra, por duke ja lënë përgjegjësinë popullit shqiptar, ata këtë përgjegjësi e japin edhe për zgjedhjet, sepse urohet populli shqiptar për zgjedhjet. Pra, çfarë ndodhi është e juaja. Ama nesër, nëse po themi në Shqipëri ka sensibilitet pro apo anti-amerikan bazuar në partneritetet që zgjidhin amerikanët tu, amerikanët po thonë shqiptarëve që shiko, mos na gjykoni ju ne nesër se u bëm me këtë apo u bëm me atë, pse ne po zbatojmë atë që është urdhri i shqiptarëve pra. Vendimi juaj. Po është vendim, është urdhër. Kurqëse shqiptarët thonë që kjo është piktura politike. Këta janë politikanët që duam ne. Ndash socialistët mos të habitën nëse amerikanët vendosin të kenë një marrëdhënie preferenciale me Sali Berishën. As demokratët mos të habitën nëse amerikanët vendosin të kenë një marrëdhënie preferenciale me Edi Ramën. E qartë. Ka që thjesht është. Almer, si e shikon këtë qëndrim të ambasadës? Kur po bëhe një searching lidhur me këtë situatë dhe mënyrën se ish i qasur, ish liderit dhe ish njerëz të rëndësishëm që kanë qeverisur Amerikën para kësaj administrate, unë gjeta një shprehje një citim të Joe Bidenit, ish presidentit. Në 2021 Joe Biden kishte thënë një shprehje të përgjithshme që është kontekstin aktual. Thot, demokraci nuk ndodhin rastësisht. Thot, duhet ta mbrojmë, të luftojmë për të, ta forcojmë dhe ta ripërtërim. Po. Atëherë, çfarë lidhje ka kjo shprehje, ky citim me aktualitetin sot? Unë mendoj që amerikanët në Shqipëri, pra kjo administratë, ka kuptuar që demokracia në Shqipëri ka rënë. Sistemi që ata kërkojnë të përpiqen ta mbrojnë, ta ripërtërin, ta forcojnë, nuk gjendet askundi në aktualitetin e përditshëm të kësaj klase politike që ka rënë batakun e një marrëdhënie të ngushtë që palët nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Kur amerikanët e kanë kuptuar këtë gjë, kanë filluar të distancohen. Kanë filluar të qëndrojnë larg, kanë filluar që mos të kenë asnjë lloj admirimi për palët, për opozitën apo për qeverinë. Pra, kur ata shohin që Shqipëria nuk po plotëson standardet minimale të demokracisë, kurse si nuk mund të bëhen palë me njërin nga aktorët e klasës politike. As me të majtën, as me të njohën zgjedhjet Almer? Shumë saktë. Jo, ai njohën zgjedhjet amerikanët? Unë mendoj që amerikanët nuk kanë njohur zgjedhjet. Vetëm arsyeja që mesazhi ka ndodhur 16 ditë është mesazh më vete. Amerikanët 16 ditë me vonesë. Është mesazh më vete, pra tregon që ata janë indiferent ndaj realitetit në Shqipëri dhe nuk pranojnë mënyrën se si janë zhvilluar dhe okupuar zgjedhjet. Pra ata nuk e shohin një proces legjitim zgjedhjet. Ata mund të shohin Edi Ramën në qeverisje sepse duam dikë që të bashkëpunojnë. Patjetër. Por ata nuk e shohin Edi Ramën të zgjedhur në mënyrën se ata konceptojnë demokracinë. Edi Rama ka marrë tjetër 3 mandate, opozita ngre akuza, lufta bababam e bababam vazhdon. Po amerikanët kanë tjetër qasje. Amerikanët thonë zotri, juve jeni në një realitet të brisht politik që nuk ju çon gjykundin kjo sjellje që po bëni. Ju nuk jeni në urimi për popullin shqiptar, është një distancim Amerikanët marrëdhënie me popullin shqiptar kanë pasur edhe atë idenë kanë pasur në komunizëm. Problemi që s'kan pasur marrëdhënie me drejtuesit e kohës. Është e njëjta situatë dhe sot. Me popullin ata do kenë gjithmonë. Pse keni kaq vështirë ta kuptoni? Kush votoi në 11 maj? Votoi një popull, do kthej prapë luftën. Jo, kush votoi? Shqiptarët votuan. Si votuan shqiptarët? Po kaq nuk votoi as Rama as Berisha, votuan shqiptarët. Atëherë, prandaj urimi është për votuesin. Amerikanët Denis, pse jo për qeverinë? Po çfarë zgjedh? Po pse edhe një herë pra. Se edhe kjo tash të qeveria ketë pjesë e dytë. Qeveria është e zgjedhur nga populli. Partneriteti i ngushtë është te qeveria, se partneriteti i ngushtë nuk bëhet me OJF. Bëhet me OJF. Denis do bën me kujtim që falin tek Ministria Administrative. Bëhet me qeverinë. Qesarakës. Tani, Denis, kush do jetë qeveria është tjetër gjë. Amerikanët, Denis, do të lëvizit amerikanëve. Ti shpjegojmë. Para kësaj deklarate, i diti shumë mirë se e ndjek aktualitetin. Një lloj si unë. E para, erdhi i citapi takoi drejtuesit e policisë së shtetit. Erdhën njerëzit e rëndësishëm ai komisioni që takoi Altin Dumanin dhe SPAK. Erdhën njerëzit e pambondit. Po pra, erdhën njerëzit e DEA-s edhe vajtën pasi ndodhi ky aksion i famshëm i troplinëve me italianët, dorën me deklaratë zyrtare. Zotri, kërkojnë bashkëpunëtorë në Shqipëri të denoncojnë, të bashkëpunojnë, të reagojnë për lidhje me trafikun e drogës. Pra, të gjitha hallkat e institucioneve të rëndësishme SBA me marrëdhënie institucionale funksionojnë. Kush nuk funksionon? Maja.
Nuk funksionon Si nuk politika. funksionon Maja? Nuk ka pra marrëdhënie konkrete, zotri. Nëse ne Partitë Demokratike do ta marrim një parti inekzistente në marrëdhënie me SBA-n, hajde ta quajmë dhe realisht është kështu. Por ndërkohë as qeveria nuk ku është problemi ndi? Unë problemin e shoh e gjithë klasa politike në Shqipëri. Le klasën, ku është problemin? Amerikanët cili është sinjali që ti shef që qeveria shqiptare nuk ka problem sot me administratën Trump. Ta them unë, e para. Nuk shoh që Ta them unë. Qofse ata kanë për të investuar, kanë do investojnë. Unë marr si referencë vetëm qasjet e tyre. Unë mund të jem gabim. Referenca është 2021. Ke ndonjë deklaratë? Ka amerikanëve. Ky është para. Ky qendrim, o zotri, ky qendrim populli shqiptar, vonesa, mos përmendja mos ngutje. Edhe një herë. Mos ngutja, dakord, o zotri. Ngutja është shumë term më elegant, nuk është vonesa. Ma dëgjoj. Në 16 ditë ai mund të ketë bërë administrata, Trump është marrë me negociata Istanbul. Po pse? Po bëj një pyetje. Në raport me qendrimin e drejtanishëm të ambasadës që ishte gjithë kohës, domethënë. Të bëri përshtypje ty që ambasadorja Yuri Kim në foto me antar të qeverisë. Kuindi. Deklarata, po. Jo Kuindi, Ka ndryshuar, pra se ka ndryshuar administrata. 5 liderët që bën telefonate me Trump nga Tirana, të bëri përshtypje. Po çfarë ide ka kjo? Mirë, ata mund të flasin, kalojnë avion mbi Shqipëri, ata flasin telefon. Jo, mos e s'ka që thjeshtë. Rama deri tani ja ul verja, çdo gjë janë simbole këto diplomatike. Ore zotëri, Bajram Bega. Ku jeni ju zotëri thot ai? Ku jeni nga po flisni nga ky moment? Jemi në një samit në Shqipëri. Çfarë lidhje ka kjo? Shqipëria në konvertim. Më fal një sekond, se shiko, nuk bëhen telefonatat, hajde me që siç bëjmë ne të dy për shkak, po e marrun Almerin tani është këtu apo s'është këtu. Ato kanë agjend më buri. Po mirë, kjo telefonata çfarë prodhon për Shqipërinë? Çfarë prodhon për marrëdhënien shqiptare amerikane? Është simbolik për ne, nuk është asgjë simbolik. Ore, për ne për shqiptarë, dakord. Ne këtë ndryshim. Tani të lutem mos fol si këta që do prodhoj buke pensione tani. Po flas në marrëdhëniet dy palçe. Unë të thash më thuaj letrore. Shiko, ne si gazetare ka një marrëdhënie, ka një ftofje sot. Jo, nuk ka. Ka ftofje pra. Ku e ke pra? E para. Cila është? Ore, e di pse ka reaguar amerikanët sepse kanë ambasada këtu. Ma le të japun logjik për ligjen time. Ta them unë ftofjen. Do të jap arsyetimin dhe unë ta përfundoj. E para, nëpër studio pas zgjedhjeve, duke filluar nga muaji i parë dhe të gjithë ata të cilët janë opozitarë me këtë qeveri kanë thënë, amerikanët nuk kanë reaguar, amerikanët tamtamet, kanë vazhduar. Është detyruar ambasada duke dëgjuar deklaratat dhe ka pyetur atje. Zotrinj të nderuar, shefa që jeni në Washington, realiteti i Shqipërisë është ky, të reagojmë ne? Ata kanë menduar qartë edhe kanë bërë të lloj reagimi. Mendojnë një opsion. Opsioni i dytë që mendoj unë është që Rama sot, duke përdorur të gjithë interlokutorët dhe miqtë e tij të ngushtë, nga Meloni me shok, nuk po gjen dot hapësirë komunikimit dhe me këtë administratorë, të paktën të bëj një vizitë një vizitë simbolike. Të marrë një urim. Ka arsye tani. Po sepse nuk e duan më fare, nuk e duan. Ore, ta dishim, ky është perceptim, nuk është fakt. Unë po ta jap fakt, më gjej faktin që kjo marrëdhënie është shumë më shëndosh. Po s'ka arsye, pse s'ka arsye mos i të shëndosh. Marrëdhënien ndërshtetërore dhe institucionale do vazhdojnë. Marrëdhëniet politike, SBA dhe kjo qeveri nuk i ka të vrota. A erdhi Defender 2025 prap në Shqipëri? Do vazhdojnë gjithë kohën ato. Po tani çfarë? Po këto janë sinjal, jo mos s'kan vazhduar gjithë kohën. Ora ke gabim. Sepse në 96-ën, 95-ën ata e mbyllën kontaktet me Berishën dhe nuk flasin për realitetin komuniste lufta e Kosovës. Duan të japin shenja, japin mirë ata. Distancim institucional po thua? Nuk ka distancim institucional, janë të shëndosha, janë super më. DEA funksionon, SPAK-u funksionon, ICITAP funksionon. Janë institucione që kanë marrëdhënie të drejtë për drejtë misionet amerikane. O Alme, ç'a preti që të vej Rama në Shpinë e Bardhë? Po do vejnë shtator, ç'a do thënë? Po do vejnë shtator. Po do vejnë vjesh, do vejnë vitin tjetër. Çfarë si e ka kjo? Po s'është ky problem. Shiko, unë mendoj, e di çfarë shohun sot në Shqipëri. Nëse do ishte në një farë mënyre ajo që pretendon Berisha dhe PD-ja, pra farsa zgjedhore. Jo mos ka lidhje fare, nuk merren fare. Unë do merrem vetëm me subjektin politik të marrëdhënies. Rama, miqtë ambasadës ta thoshin që këtu u mbajt një farë zgjedhore, do ta kishin problem. Se ka ndryshuar stili, nuk është më ajo që tha kortezia diplomatike amerikane. Amerikanët sot janë indiferent ndaj çdo gjë që po ndodh në Shqipëri. Po jo pra se janë se po ta thotë që partneriteti i ngushtë do vazhdoj, nuk ka fjalim më domethënë se kjo. Situata e brendshme në SBA prodhon këtë lloj narrative politike edhe për Shqipërinë Denis, sepse lidhur me kjo administratë e re ka ardhur për të bërë disa ndryshime
rrënjësore atje, mënyrën si do funksionon politika jashtë politika. Por ai të thotë, partneriteti me kë është partneriteti, me kë bëhet? Ndër shtetëror, ndër institucional. Po pra, në rregull pra. Po jo politik. Jo politik. Po çfarë qeveria nuk është politike? Ka një gjë. Qeveria s'është politike. Parlamenti s'është politik. Është ku ka ndonjë rregull pra ka kontakti parlamentit me ato? Zero. Po ku e di ti se është zero? Ore edhe një herë. Ore ta shohin paktën unë kam gabim, të më nxjerrin mua gabim, me çështjen time. Do nuk kupton zero nëse do kishte një kërkesë të ambasadës amerikane, qeveria shqiptare dhe qeveria të mos i hapte derën. Kjo do ishte zero. Ka shans të ndodhë kjo. As qeveria komuniste nuk e bënte këtë gjë. Po le mos se qeveria komuniste s'kishte fare ambasadë, s'kishte kontakte fare. Mendova që qeveria më ekstreme nuk e refuzonte dot. E ka refuzuar Berisha, ta dish. Ka refuzuar Berisha. Po ja, por kjo është dallimi. Kohë tjetër. Ka qenë zëvendës ndihmës sekretari i shtetit. Nuk është pritur nga Berisha këtu në Tiranë. E di ti këtë apo? Po flasim për 96. Për një lloj realiteti tjetër. 95-96. Po flasim për një tjetër realitet. Jo, më para se të binte Timothy Wirthin ai në 97-ës. Jo, 95-96 pas sulmit të këtyre minoritarëve. Ka një gjë. Ky është pas sulmit gjyqësor, Unë mendoj që ky është që unë të jem fair dhe me ata që më dëgjojnë, dhe unë që mos të jem njerëz që mendoj që opozitës po i bjen qaf me këtë, më tha, pra opozita ka të drejtë, nuk dua ta bëj këtë. Unë do të them një gjë shumë qartë. Është një mesazh indirekt i balancuar dhe mos përfillës ndaj klasës politike shqiptare. Nuk pajtohen me këtë realitet dhe ata kërkojnë reflektim dhe ndryshim. Dhe unë mendoj që i pare që ka kuptuar këtë është Rama. Dhe Rama përpiqet që të hyjë në hollin që kërkojnë amerikanët me ndryshimet që do bëj tani dhe në qeverisje, po dhe mënyrës i diqaset Amerikës. Ata kanë disa. Reflektimi është pozitiv. Kush është kundër reflektimit? Më lejon pak. Kush është kundër reflektimit? Rregullet të reflektojnë. Dhe për cilësinë e qeverisjes, patjetër. Dhe për cilësinë e kabinetit, se kjo është e rëndësishme. Po marrim për një moment të vërtet gjithë të që the ti. Dhe nuk ka arsye pse po themi ta kundërshtojmë në mënyrë kështu a priori. Por nëse kjo është e vërtetë, që amerikanët nuk e duan Edi Ramën. Dhe me këtë qëndrim janë duke treguar atij që ti nuk je i preferuari ynë. Ama nga ana tjetër janë duke thënë opozitës që edhe juve nuk ju duam. Me opozitën e kanë shprehur, derisa Berishës nuk hoqën ngrada, unë opozitës e marr konsiderat të rast. Pra, prit pak një sekond, sepse kjo që po thua ti është më e tmerrshme se ajo që po thoja unë. Po patjetër më ky është realiteti. Prit pak, sepse unë po e thoja më të butë për t'i lënë një shans opozitës. Se kam frikën se duke thënë këtë gjë, ti praktikisht je duke vrarë çdo shpresë të opozitarëve pa dashje, se je duke thënë që në këtë pikë kur amerikanët s'duan as Ramën as Berishën, por i vetmi që ka shanse të rregullojë punën është Rama, se ka pushtetin. Në Rama absolutisht nuk është në orbitën e tyre, këta jam i bindur, e kam bindje. Po, por ti vetë sapo e the. Po opozita. Që ai po të dojë thotë amerikanëve, "Okej, ma bëni ju gjysmën e qeverisë. Ju sillni ju emrat." Po, këtë po pret, këtë sinjal po pret. Po sigurisht po sigurisht. Për të vendosur marrëdhënie. Po ti kujton që opozita nuk e di çfarë duhet bëj. Prit pak, e ke që është Riformatim. Riformatim. Po riformatim, çfarë pret nga opozita? Riformatim zotëri, të qasjes. Vetëm se ka i problem. More mund, qofse do dhe me liderin ta përmendur, dhe me liderin mos kërkohet reflektim të liderit. Pra është riformatim i marrëdhënies. Unë nuk bëj pjesë tek ata njerëz që unë e shoh zgjidhjen politike tiki ky apo tiki ai. Pra nuk kam këtë bisedë, nuk e ngre kurrë bisedën në këtë nivel. Sepse kjo as në nivel demokratik, as në nivel real politik nuk ka as i vlerë. Nuk hyj fare unë kurrë, sepse për mua debati në demokraci është debat negociatash me fuqitë. Patjetër. Nuk ka. Këto pastaj prallat me demokracitë përsosur se këta që duan flasin për demokracitë përsosur, këta ja fusin kot. Pesha e numrave përcakton gjithçka. Unë e njoh demokracinë dhe e di që është aspirat, por nga ana tjetër real politika është real politik në çdo vend gjërat janë ato fuqitë që vendosin, as numrat. Jo pra, numri shpreh fuqinë pra. Po pra, nëse pra numrat blihen nëpërmjet fuqisë. Çizme e shtarit që vendos. Ashtu dhe. Tani e ke gjë që nëse ti po më thua mua që Rama e ka atributin dhe mundësinë dhe fuqinë që t'i bëj ndryshimet që i duhen amerikanëve, atëherë ne që kemi të dëshpëruar sepse ne do humbiskemi dhe mandatin e 5, edhe të 6-in, edhe të 7-in. Nuk e parë gjë akoma. Prit pra, se është keq e më keq, pa beso këtë gjë. Ka dhe më keq. Ma ke keq kuptuar mesazhin. Po pra, amerikanët i kërkojnë Ramës zhvendosje nga posti i kryeministrit, largimin e tij personal, ka ardhur koha që zotëri ti të ikësh. Pra ky është mesazhi që arrit kuptoj. Këtu qëndro pra, se këtu pra këto janë. Mos që ai ka dorë, s'ka gjë në dorë. Ai bën çdo gjë që amerikanët. Ai përpiqet pra. Po s'ka gjë në dorë. Në rregull pra, këtu jemi dakord. Arjan, do të bëja vetëm një parashtrim që po duash nëse ke koment për këtë e vazhdojmë prap. Jo, unë do të them vetëm këtë gjë që
një nga gabimet tani për të thënë atë timen. Po. Mbasi besoj jam dakord me Almerin për këtë, por unë mendoj që një nga gabimet që ka bërë opozita gjatë fushatës, dhe urojmë mos ta bëj tani pas fushatës, ka qenë kjo që ka bërë të pamundurën për të treguar se ajo ka mundësi të lëviz gjërat në Washington, madje ka shkuar edhe në fushata me financime marramense për këtë lloj ndjesie, sa që tani e gjithë, po themi, shpresa e opozitës është varur atje. Po. Dhe nuk kanë lënë asgjë Jo, këtu. vërtet. Se gabimi tjetër që ka bërë opozita është kjo, që ti thua që duhet riformatohet opozita për shumë, po ta marrim edhe këtë argument. Po në qoftë se opozita e mbylli grupin parlamentar, çfarë ka për të ofruar opozita kur qeveria prap ka më shumë instrumenta për të ofruar? Opozita hapje ndaj shqiptarëve. Ridimensionimi i marrëdhënies me shqiptarët tani shiko, nga biseda e real politikës. Çka ofron atje? Atje ka shumë çka ofron ajo, që s'do të ngelemi atje. Këtu sepse riformatimi bëhet këtu pra. Se çiko çka gabimi u bë pra. Se është ajo që unë e kam thënë gjithmonë se një nga keq kuptimet që gjithmonë kam patur unë me opozitën ka qenë kjo se unë i kam thënë gjërat para kohe. Unë kam thënë, ore, një sekondë, sepse nuk po flasim për demokracitë përsosur, po hajde do negociojmë, po. Qose do bësh riformatim, treguaj shenjat. Riformatimi është dhe në marrëdhëniet me aleatët më. Po, do të treguaj shenjat, por qoftë mua jashtë parlamentit, dhe tim thua tani, shiko, ky është grupi i fortifikuar. Këta janë njëshat e mi. Ti po deshe hajde dhe ri aty në radhë. Si? Zoti Galdini, çfarë ka ndodhur, ka ikur. Unë mendoj pas. Tani ky grup është grupi i 2000. Si do e rikorrektojmë? Si korrektohet ky? E para njëherë, duke kërkuar opozita në radhë parë kodin e ri zgjedhor. Ja, do dalim që të favorizoj ty, që të mbështes ty. E para, duhet hapur derën. Jo, çdo forcë politike opozitare duke thënë ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, hajde ulemi. Almer, e kam pjesë të emisionit këtë, do e diskutojmë pastaj se si mund të rregullohet. Kam përshtypjen që opozita ka bërë shumë gropa. Do të rikthehet në gjendjen normale apo? Reagimi Arjan i faktorit perëndimor për sa i përket zgjedhjeve ndodhi pothuajse brenda ditës. Ka patur një reagim të Gonzatos, i cili, të ambasadorit BE-s Gonzato, i cili i pranoi zgjedhjet, tha që ka pasur ato defekte që ka pasur dhe sugjeroi që palët të organizohen për të miratuar një kohë të ri zgjedhor. Pra, BE-ja e mbajti një qëndrim zyrtar për sa i përket zgjedhjeve. Po BE-ja si SBA-ja nuk ka qenë e qartë për këtë. Jo, se BE-ja e fut kot, BE-ja e fut kot. Jo, falë që po ta them këtë. Është qëndrimi. Po BE-ja e fut kot, gjithmonë BE-ja nuk e ka të qartë atë që ka ndodhur, është bërë tava e kryer tashmë. Ajo që unë e kam paralajmëruar, jo parashikuar, në emisionin e Denis Migës dhe në emisionin tënd, ka parashikuar edhe këtë element dhe unë ju kam thënë që Berishës duhen 50 deputetë, se duhet grupi i fortifikuar. Por nga ana tjetër, efektivisht Berisha nuk e ka luksin tani, që garantoi që është lideri i opozitës, që të ketë qoftë edhe bashkëpunime të sforcuara me qeverisjen. Dhe kjo gjë automatikisht do ta çonte opozitën në atë gjendje që do ta pranonte një mbipushtetë e Edi Ramës, që Edi Rama tani nuk ka më nevojë për votat e opozitës për me kush që tani 83 vota plus 3, tani me Tom Doshin, këtu ke të drejtë. Tani drejtat pra se ka mbyll pra Berisha ka rënë dakord me Edi Ramën. Tani ata në parlament do kenë vetëm luftë. Jam dakord. Ka mbaruar. E kam më me Berishën edhe Ramën. E kam me SBA-n. SBA-ja më të qartë. Zotri, BE-ja pranon zgjedhjet. Tani thotë që bëhuni bashkë për një kohë zgjedhor. SBA-ja ka një distancë. Do të bëj pyetje për drejt. Do mendimin tim apo do analizën time? Analizën. Qose do analizën, kjo është analiza. Analiza mbi mendimin tënd. Jo, qofse kjo janë dy gjëra ndryshe, se unë e di ta luaj më mirë se sa. Duat lexoja, ka një mospërputhje midis SBA-s dhe BE-s për sa i përket situatës shqiptare. Tani një herë me ardhen e visit janë dy gjëra krejt ndryshme. Dy entitete që as merren vesh, as do merren vesh te jetuti. As duan merren vesh. Çfarë do të prodhojë kjo në Shqipëri? Asgjë. SBA-ja do e vendos. BE-ja është pa rëndësishme fare. Të vë bas sa duash, atë sa duat të plasin, ti edhe përpjet Gonzato me shok. Ky është mendimi jot apo analitik? Edhe mendimi im tani po them, me mendimin tim dhe analizën time. Fare. SBA-ja. Tani ajo që do të ndodhi këtë jetuti është kjo, ne do të shohim nëse qeverisja dhe opozita do të gjejnë mekanizma edhe për interesin e tyre të mbijetesës politike, se prit pak se unë këtu e kam bërë një paralajmërim që 2027 nuk do jetë më kështu si është. Po ma kujtu se e shënova këtu fakt se ta rikujtoj 27-ën qeveri të re, Rama jo kryeministër ke thënë apo jo? Po nuk kam 27 asnjëri.
kam bërë tjetër parashikim, është më e fortë kjo. Në 2027-ën, kjo klasë politike që është nuk do jetë më kështu si është dhe mundësisht nuk do jetë fare. Unë prapë i qëndroj kësaj. Unë mendoj që këtu do përmbyset gjithçka. Besoj që këtu do të ketë një frym kaq të fortë transformimi dhe ndryshimi që jo vetëm nga drejtësia duhet pritur, por do të ketë shumë mekanizma, edhe të diplomacisë publike, edhe të diplomacisë direkte, edhe të diplomacisë padukshme, që ta sigurojnë këtë lloj mesazh ka ndryshimi. kuptuar Rama dhe Berisha që do bëjnë informatim pranë shtator. Po s'jeni pra preferencialët tanë, pra këtu është e gjitha, ata e morën me, ore Rama këtu unë jam dakord me ty në këtë pikë. Rama, në qoftë se e di Rama, do kishte qoftë edhe një copës korridori në administratën e re, ai atë do ta kishte shfrytzuar maksimalisht. Por fakti që Edi Rama nuk po siguron dot asnjë vizitë të një zyrtari tercor, katërsor të administratës amerikane. Arjan, të ta lexoj reagimin se kjo që thua ti lidhet shumë me reagimin e sotshëm të ambasadës amerikane. Shtetet e Bashkuara mund të jenë një partner i gatshëm me kapital të konsiderueshëm politik. Mund punojmë shumë, por do të punojmë vetëm me ata që janë të përkushtuar ndaj një realizmi praktik për vendet e tyre. Ne, dhe kjo është ajo që shkon tek ajo që po thotë. Po merr dhe realizmin praktik. I refuzojmë të dy ekstremet e papranueshme të dëshirës për një transformim të jashtëzakonshëm, dhe këtu është Rama, nën kupto, nga njëra anë, ose të rishikimit të ankesave të lashta nga ana tjetër, ku këtu është opozita që futet e kjo lashtësia. Politika e pafundme dhe e zgjeruar, pa kufizim dhe përulësi historike, bëhet, dhe kjo është fjalë e madhe, një armik i strategjisë dhe i shtetëndërtimit kushtetues. Atëherë merri fjalë për fjalë. Merri termat kyçe. Ke realizëm politik apo jo? Po. Një. Përkushtim për më pak? Përkushtim ndaj shtetëndërtimit. Ndaj shtetëndërtimit një, por edhe strategjisë dhe shtetëndërtimit kushtetues. Kushtetues. Pra zbatimi kushtetues, jo ndryshimi kushtetues. Kujdes. Është dhënë paralajmërimi se këto janë fraza. Pra, dhe përulësi historike. Çfarë është përulësia historike? Pra mos abuzo me pushtetin. Nuk duhet ketë fitues që po shtron humbsin më. Duhet të jesh humble. Pra, tjetër. Ankesave të lashta, pra e quan të lashtë Berishën dhe Metën. Këtë do ta lexojnë mirë ata. Po. Opozita. Dhe tjetër, dëshira për transformim të jashtëzakonshëm, dhe këtu nuk flitet për transformimin e vendit, por për ndryshimin e ADN-s politike të vendit nga mbi pushteti. A është ai transformimi i jashtëzakonshëm që po thua ti në 2027-ën se Jo, një sekond. Rama, një sekond. Transcendente kanë quajtur ata. Po, Rama ka bërë as më shumë dhe as më pak një kirurgji politike duke ndryshuar ADN-n politike të vendit. Ja, vërtet është. Sepse kjo gjë tash është e patolerueshme. Të kthesh në fasad Sali Berishën, të kthesh në fasad, ti dhe përpjet Sali Berisha, por më fasad se është kthyer Sali Berisha nuk është kthyer njeri ndonjë as Luli. Sa është sot Sali Berisha, se nuk ka çfarë të bëjmë asgjë Ramos. Leça për ai do bëjmë revolucion me ata numra që ka, me ata rritë politike që ka. Me atë fuqi politike që ka, po thonë. Dgjoni, ishte Jeffrey Sachs para një muaj në Parlamentin Evropian. Dhe ai tha diçka shumë interesante. Tha, ore, çfarë mendoni ju, tha, se kur përmbysen qeverit, tha, apo kur bëhen revolucione, tha, në vende të ndryshme, tha. Ju mendoni se janë kështu, tha, çështje të brendshme, tha? Doni, tha, t'ju jap playbookun e CIA-s, tha? Se çfarë ndodh dhe moj rastin e Sudanit Jugut. Ata analizoi rastin e Sudanit Jugut. E di pse Sali Berisha e kishte fuqinë ta bënte 14 shtatorin? Se kishte atë playbookun. E ka sot Sali Berisha, unë e kam thënë që në 2013-ën, e ka më playbookun e CIA Sali Berisha? Nuk e ka. Ndaj nuk ka... Po s'ka e tjedi para sa doj, nuk bëhet revolucion pa playbookun e CIA-s, po burr tani, falë se po flas shumë hap tazi dhe shumë cop, më cop sa as bëhet. Përmbysje. Tani tjetët përpjet, ai tjetët lek sa doj, tjetët përpjet për të investoj çfarë të doj, tu thot njerëzve ja sot o burra, pa atë playbookun sepse nuk ka zjarr që ndizet i vogël apo i madh në një vend që nuk shuhet nga zorra e madhe e diplomacisë amerikane. Pra 21 janarin ti mendon që e kanë dashur amerikanët të ndodhte? Jo, 21 janari nuk ishte zjarr. Jo. 21 janari ishte shuarja e zjarrit. Ishte shuarja e zjarrit. Po ishte shuarja e zjarrit. Sepse është ajo batuta e famshme që tha një gazetari huaj. E nisi UDB-ja dhe mbylli CIA, po
Nëse unë nuk e di sa të vërteta janë këto, këto Po, janë jo, po melodime mos gazetare. shkojmë te se njëshi, po shkojmë te Facebooku, se ishte Tani interesant. pra, ajo që unë po ta them më të copë se çdo Nuk e herë ka. tjetër, është që Partia Demokratike nuk ka asnjë playbook më. Dhe po më thua Ore, janë vetëm playbook që ka është Fisnik Qosja, burr, vetëm playbookun e Bashkisë Kavajës ka. Po hodhin ai lek në ai tender Fisnik Qosja është rregull PD-ja, burr. 10 bashki të lodhura ka. Jo 10, jo. Ule buri dot. 5. Se ka më pak. 5. 5 ka. 5. Po nejse, hajde unë bëra. Po ti dhe shumë. E shoh me dashamirësi. A 2007 me E shoh me dashamirësi. ky reagimi i ambasadës s'ka më Sarjan. kur tani, pra, e shkon për shkurt. goditje për të dy. Patjetër më. Patjetër, Po pa duket diskutim. duket sikur ka ngecur gjëja. Ore, Edi Rama, si do të bllokohet. Më fal, por unë nuk kam faj që ju s'më dëgjoni. Unë kam 2 vjet që them. Edi Rama nuk është më i favorizuari në paradoks me, pra ku jemi tani? Dikur thuhej cirk dhe buk, pra në perandorinë e lashtë romake, sot kemi samite dhe simite. Po, Mbaj këtë batut. Samite dhe simite. Pra Edi Rama mjeton me samite dhe simite. dhe Pra nga cirk dhe buk, samite dhe simite. Nuk e ka më favorizimin ndërkombëtar Edi Rama. ky ndryshimi i ADN-s ishte Unë konstatim ta jap, shumë unë ta jap këtë me garanci të plot dhe jam i gatshëm ballafaqoj me këtë duash ti, edhe me ministrin e jashtëm të Ramës po të doj. Dhe argumentoj pse. Por gjithë ngërçi diku është Edi Rama do të qëndrojë aty për inersi, për sa kohë opozita nuk do hap syt drejt opsioneve të tjera. Do dalim aty. Denis, si e shikon këtë SBA BE? Shiko, Pra, në mëngjes kemi Gonzaton Po ta që përkthejmë nga anglishtja është transformim transcendent, që do të thotë përtej normales, diçka. Që është gati prej Zotit providencial, Që do të thotë është prej Zotit. Ndërkohë, nëse e para punës duhet parë çka konteksti është thënë në asamblen. Po e thënë për Shqipërinë, po e sjellin në kontekstin tonë. Pjesa për Berishën është më e qartë, se e cilësuar e lashtë dhe dihet çfarë është e lashtë. E lashtë është thjesht pjesë e historisë, nuk ka e lashtë, nuk mund të jetë më realitet. Apo jo Arian. Ndërkohë për Ramën dhe këtu E lashtë është arkeologji pra? Arkeologji. Pra, është për muze. Pra, këtu pjesa e PD-s është shumë më e qartë në kuptimin. Tani, duhet kjo është pak e vështirë të kuptosh çfarë për cilën i referohen transformimit transcendent, pra përtej normale. Anës politike, se më pashë kanë thënë ata që ja kanë ndaluar atë gjithë ndryshime kushtetuese. Ka përdor fjalën armik. Jo, mos u shko deri strategjia thelbi është kjo dhe kur thot aty për ndryshimet kushtetuese që është ndaluar praktikisht nuk kupton. Thelbi është se përdor shumë thelbi është tek fjalia e dy ekstremeve. Pra, pra Rama është më i favorizuar në këtë reagim, pse? Sepse nëse muzeu s'ka çfarë të reagojë më. Pra, muzeu është i mbyllur, nuk ka çfarë reagoj. Muzeu është vetëm për t'u lexuar, për t'u parë. Mund të hapet muzeu. Muzeu mund të hapet, por nuk është i gjallë muzeu. Muzeu është gjithmonë. Shiko, LDK-ja është vetëm një shembull, fal. LDK-ja e vuri bustin e Ibrahim Rrugovës, por u transformua si parti. Edhe muzeu mund ta vër bustin e Sali Berishës, nuk ka problem. Okej, ne po themi për momentin për aq kohë sa është Berisha në drejtim të muzeut, pastaj po le të qëndrojë si bust aty po. Ndërkohë është më shumë për Ramën, mund të jetë nëse është për Ramën, sepse ne po bëjmë një analizë, është një ata dy janë, është një mesazh paralajmërues që ky është pushteti yt më i madh që ke patur deri tani në 4 mandate. Dhe do jesh në shina. Por Rama këtë e ka shumë më kollaj se sa të dal nga shinat. Pra është më vështirë të dalësh nga shinat se sa të jesh në shina. Sepse ai ka arritur maksimumin tani. Unë nuk e di çfarë synon më. Po që të dalësh nga shinat do të thotë që ti ke ambicie të jashtëzakonshme, që unë nuk besoj që do t'i ketë më. Mendoj që ky mandat do të jetë shumë më i qetë. Denis, më për intereson shumë dhe po ngul këmbë, domethënë. Kemi, thash, të dy reagimet janë pothuajse brenda ditës. Kemi Gonzaton që një zgjedhjet, kemi SBA-t në këtë qendrim. Gonzato që bën thirrje për kodin zgjedhor, SBA-t që thjesht urojnë popullin shqiptar. Që ka një dallim thelbësor në mënyrën se si. Rama sot ishte në Gjermani, ndërkohë ende s'ka një vizitë atje ku ishte presidenti Bajram Begaj. Kur nuk ka? Në Dayton. Po shkon në Dayton, nuk ka problem. Pjesa e Europës është shkollaje e deshifrueshme sepse mjaftoi vetëm të shohim liderët e samitit dhe që erdhën këtu. Kaq. Tani gjithë gjëja më interesante është pjesa e Washingtonit.
Dhe ky është mesazh shumë i koduar. Do të thotë që fakti që është i koduar si e sepse bën ai i pari ishte më i thjeshtë, pavarësisht, pra ishte më i ftohtë, pa ngut, jam dakord me 100% me Arianin. Kurse ky është shumë i koduar, ky të jep rrugën. Çfarë do bësh këtë tutje? Kurse ai ishte mesazhurimi. si ta jep rrugën. Pra palëve çfarë do bëjnë? Pra në një farë mënyre, Ti mos rri këtu, ti mos jo ti mos rri këtu, po ajo duhet, domethënë të përcakton shinat dhe më shumë shinat. Paralemi është i saktë valla. Ata po i thonë Ramës që je në sy, jo tek syri i çimit, po je tek syri. Jetë shinat, më jetë shinat. syrin Dhe tonë. unë mendoj që ai nuk ka arsye Rama të kaloj përtej shinave, sepse çfarë pushteti do më shumë. Do nuk besoj nga këto. Nga këto thashë themet që jo do kaloj president dhe jo këto mua më bini fare. Këto kështu që ndryshimet kushtetuese që diskutojmë. Kur më pyesin, ore, kur do ndryshoj qeveria në Shqipëri, un kam një lloj mendimi tim personal i them kur do ndryshoj në Serbi. Pra, fakti që edhe një gjë për ta mbyllur, Rama është politikani që ndryshe nga Berisha, i cili reflekton shumë ngadalë ose shumë vështirë, reflekton shumë shpejt dhe shumë kollaj. Nuk ka Vetëm se ka një vështirësi, do mlejosh Almer të bëj një gjë, apo të japoj një lajm ekskluziv ty për shembull. Një nga miqtë e mi amerikanë që ka qenë vëzhgues i këtyre zgjedhjeve, në mënyrë jo formale, po më tregonte që këta kishin kuptuar një skemë e cila është raportuar në Washington. Dhe cila është skema? Që grupet kriminale të ishin të verifikueshme se sa vota kishin sjell X partie, zgjidhej një emër anonim. Për shembull, Zëgjineja. po themi, ku diun, Aspi Karalloje. S'po them një emër, se mos përgojëm njerëz. Okej. Pra, për zgjidhje një njeri që në gjasa reale nuk mund të merrte më shumë se 10 vota individuale. Edhe që t'ishte e sakt sa vota i ke çuar ti partisë, ky personi Aspi Karalloj dilte me 18.000 vota, me 20.000 vota. Po ka skeme si do ja bëjmë, sepse kjo skem tashmë është zbuluar, sepse është në numra konkret dhe emra konkret personash. Është zbuluar. Do vlesh mua analizë e para. Amerikanët sot janë shqetësuar. Këtë se tolerojnë ata, duhet të thoja. Këtë lloj skeme. Nuk e tolerojnë. Pse përmenda? Ata njerëz do duhet të lëshoj. Pse u përmenda Serbin? Do duhet të lëshoj. Do duhet. S'mund bëj ai asnjë lloj. Kjo interesant kjo jetë Arianit. Do duhet të lëshojmë. Ramës do i bëhet presion për të lëshuar këtë. Do duhet më të lëshojë, ma beso këtë gjë. E para. Por ndryshe ai do të ketë shumë vështirë. Po shënoj edhe këtë se do duhet të lëshojë sepse do të ketë shumë vështirë vazhdimsinë. Rama Redon. Rama problemi për i lëshon. Rama ofensivën. Spaku. Duhet të lëshojë, nuk pastaj. Prandaj thash është njeriu që reflekton më shpejt. Rama, Spaku, qeveria, policia, të gjithë aktorët ligjzbatues në këtë vend kanë vepruar ndaj bandave kriminale, por duke i bërë hile asaj idesë që thot Galdini për amerikanët. Pra, i kanë thënë ikni para se t'u arrestojmë ne. Ikni se ne s'kemi çfarë bëjmë sepse amerikanët kërkojnë arrestimin tuaj. Të gjithë krerët e grupeve kriminale kanë lëvizur dhe nuk janë në këtë vend. Bandat kanë qenë këtu prezente, kanë vepruar me Ramën, kanë përdorur ato lloj metode dhe kanë prodhuar këtë rezultat politik. E dyta, disa besueshme është ajo që thot zoti Galdini. Në qoftë se Rama fillon konfiskimin dhe sekuestrimin pasurive të paligjshme të këtyre grupeve kriminale dhe ata i bën inekzistent në influencën politike që kanë në terren. Por për sa kohë nuk ka një lloj lëvizje emergjente të shpejtë për kontrollin financiar mbi këto grupe kriminale, unë mendoj që nuk mund ta shoh një perspektivë që ka një lëvizje akute të shpejtë me asgjësimin e bandave. Zotri, bandat po thua. Të lutem. Bandat do azhësohen. Bandat kriminale zotri më thuat, në qoftë që një disa deputet nuk do jenë aty për shkak. Do duhet, mos jenë. Mos jenë aty për shkak. Largove ti Arkend Ballën, i ndryshon, erdhi dikush tjetër, po përmend emra unë. Ndryshon realitetin Durrës. Zero. Jo, Almer, mos e nënvlerëso. Prit pak, mos e nënvlerëso sepse as ti mos e nënvlerëso, por mendoj që as Rama duhet të nënvlerësoj efektin. Sepse kundër reagimi pastaj që vjen poshtë është fatal për bazën e partisë dhe për zotri Rama është mandatin e 4, zotri Ramës nuk i intereson çfarë ndodh tani. Do mblesh mua të shpjegoj disa gjëra sepse ai do të ngjerë dhe do diskutojmë me Arian, do të diskutojmë. Është vetëm një detaj i zgjedhjeve. Nuk është emër se asgjë fare. Nuk është asgjë fare. Mund të jetë nisja e çmontimit, po okay. Atëherë, nisja e çmontimit do kishte filluar ta them unë ty. Do kishte filluar nga ata njerëzit atje. Unë do të bëj një pyetje ty sot, zotë Galdini. Altin Dumani është më njeriu amerikanëve apo është njeriu i Ramës?
Nuk është as i amerikanëve as i E po derisa nuk është, derisa ti vën dyshim që është i amerikanëve, është njeriu i Ramës. Pra do thotë që amerikanët përmjet njerëzve të tyre në sistemin e drejtësisë dhe në SPAK nuk kanë vepruar në kohë për parandalimin e këtyre fenomeneve. Derisa nuk kanë vepruar, do thotë që nuk ka qenë të mos interesuar. Ore kanë thënë ti opozit, nuk reagove në kohë me ato që thamë ne as detyrës të tij. Ne kaluar këtu Malver, të lutem, SPAK-u e mbylli lojën e tij. Në momentin që SPAK-u nuk e parandaloi krimin zgjedhor, atëherë pse më thua mua që amerikanët janë shqetësuar për bandat kriminale? Nisja e çmontimit. Ore nisja e çmontimit të Ramës në mandatin e 4 është normale, ku do shkoj Rama? Kemi një kuptim atë që mendon ti se mendoj unë. Unë nuk kam thënë asnjë që SPAK-u është instrumenti amerikanëve dhe gjithmonë kur më kanë thënë jo, po ka mbështetje, po s'kam thënë ndonjëherë. Një sekond. SPAK-u është instrument dhe vetëm instrument i Republikës Shqipërisë dhe Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Po me garanci nga amerikanët, me mbështetje nga amerikanët. Po kjo është tjetër gjë më burr pastaj aty sa zonë grika aty në mes, në vendimarrje. Po nuk është kjo është tjetër gjë. Po patjetër se nuk do ndalen te SPAK-u, shikoj. Po prit pak, sepse që të paragjykosh pastaj atë se që do bëjnë amerikanët. Prandaj po them, mos u lidh me SPAK-un. Unë nuk paragjykoj, unë të thash një gjë. Konkretizim i marrëdhënies i kësaj kërkesë të amerikanëve do të thotë sekuestrim i aspektit financiar të çdo grupi kriminal. Pak se po e mbyll me një fjali. Amerikanët nuk veprojnë me SPAK. Amerikanët veprojnë me diplomaci direkte, me diplomaci publike dhe me diplomaci të nëndeshme. Dhe këtë do ta shohësh efektin gradual. Kaq. Më tej. Më fal, një minutë, amerikanët do sjellin marinca këtu për ta arrestuar. Çfarë është? Ja, kjo është deklarata. Jo, kjo deklarata. Do ditë mball të dyve. Se kjo është deklaratë që godet ballar janë. Të dy e kanë marrë mesazhin, ti je i sigurt. Tani më dëgjoj, do ta japun. Pastaj do kenë edhe të nëndeshmen, edhe publike, sepse e nëndjeshme është që do u shkojnë njerëzit në zyrë, do i thonë, këtu si thaj avokati, këtu ta futën, këtu u afutëm, këtu ta futën, këtu u afutëm. Me qartë. Këtu ta futën, edhe priti sekundë. Ku u afusim bashkë, kur ma afusim tek, tha. Atë listën ti je shumë i sigurt që do e marrë individualisht ata. Te kjo e nëndeshmja. Almer, vazhdo. Shiko, nëse do nisem nga ajo që ka tha Gardini fjali e fundit. Lista e nëndeshme ka qenë prezente. Diplomacia e nëndeshme. Çka do thotë pra shërbime do thotë? Jo, shërbimet. Diplomacia ta shumë. Ato nuk kuptohen. Diplomacia e nëndeshme ajo është. Diplomacia. Okej. Po kapi term tjetër. Diplomacia me dyert të mbyllura. Diplomacia e marrëdhënieve drejt për drejt. Diplomacia e individëve që vinë me një shërbime, ëh? Dora e padukshme. Sakt. Tani, duke u nisur nga kjo, unë mendoj që amerikanët me këtë mesazh që kanë dhënë sot kanë vendosur disa piketa, ç'do të thotë. Po i thon Shqipërisë, Ramës konkretisht, zotri, mos mendo të shkosh në modelin Vučić dhe Erdogan, sepse asnjë nga ata nuk shihet si ne partneri besueshëm. Sepse jetëgjatësia e një pushteti kaq të gjatë Shqipëri e provuar në kohën e komunizmit nuk i shërben demokracisë dhe asaj që ne duam të vendosim këtë vend. Pra nëse ti e mendon këtë gjë, po e tepron dhe duhet i thrasësh mendjes. Prandaj Rama, po ta vini re fjalimin e fundit që ka folur para deputetëve, ka qenë njëri që reflektonte në ato që fliste. Akuzonte opozitën. Dhe çfarë thot? Ne thot amerikanët një mesazh tjetër që arrit lexoj. Ni thot, kemi parë një përpjekje të opozitës për të ardhur në pushtet. Një përpjekje që sipas tyre ata e shohin dëshirën e opozitës, po e pa mjaftueshëm për të ardhur kur Rama përdor këtë lloj mekanizmash. Çfarë përdor tjetër? Ç'është mesazhi tjetër që unë lexoj? Është, zotri, thot aty në fund fare, siç thot, politika pafundme dhe e zgjeruar pa kufizim dhe me pronësi historike bëhet një armik i strategjisë dhe i shtet ndërtimit kushtetues. Çka do thot? Shtet ndërtim kushtetues për mendimin tim sot amerikanët ka vetëm një koncept. Mos të prekësh reformën drejtësi dhe SPAK-un. Kushtetutën pra, mos të prekësh ndryshime themelore që të çojnë tek, po i paraprin Ramës dhe po i thon mos tento më të mbledhësh komisionin Xhafaj. Por dhe mos vrit demokracinë. Mos, po pra, ajo është. Jo, po edhe më tej sepse është dhe politika. Patjetër më ta përmenda, mos vrit dënën e sistemit. Shiko, mos vrit demokracinë, ta përmenda fakti i parë. Mos tento të mendosh, mos mendos si Erdogani. Pra, mos ke qasë erdoganiste në mendjen tënde. Tani jemi 100% dakord, por mos harroj një gjë tjetër. Që janë dy vëllezër siamez që kanë bërë dy hapa të ndryshëm. Cilët janë? Ata që ne i quajmë vëllezërit e pandashëm Rama Vučić. Vučić e provoi, guxoi vajti në Washington dhe kur vajti në Mar-a-Lago i tha Trumpi, ktheu mbrapa. Nuk e priti. Usmur. Apo edhe usmur e kapi smundjen. Unis me avion. Unis me njëherë. Rama nuk e bëri atë gabim. Ke Putini, ë?
Rama nuk e bëri atë. Dalim aty që tham Rama është njeriu që reflekton më mirë. Është më i matur. Po dhe reflekton më shpejt nga gjithë. Por situata është e tillë në këto pika, në këto terma. Çfarë problemi? Më le ta përfundoj, do të them edhe një çka Denis. E fundit fare, para fuqia politike, ç'është paralimi? Shiko për çfarë janë shqetësuar amerikanët. Janë për të shqetësuar për mega mazhorancën e prodhuar nga Rama, që ata i friksohen në çdo moment që një ndikim influencë. Jo, e din që është me marrëveshje me Berishën, dëgjoj mua. Lëre më këtë. E kam me Berishën, por Rama. Është më dhimbshme se e di po e thon hapur. Por është shumë bukur, më lë të jetë marrëveshje Berishën. Po bëj teatr po thonë. Numra për bërë ndryshime, njëri i cili mund të influencohet, njëri që mund të preket, mund të ndikohet sot është Rama. Dhe ata i thonë, ti zotëri me këtë mega mazhorancë që ke, mos tento të prekësh ndryshime kushtetuese që cënojnë interesin ton. Ne refuzojmë të dy ekstremet. Unë nuk e di çfarë ekstremi ka opozita tjetër për bërë gjendor me që të përmendi. Hajde le ta hedhim këtu. Cili është? Unë nuk e di. Dëgjoj pak, e di ku është gabimi me mediat shqiptare dhe me publikun shqiptar? Është se ka kuptuar akoma që unë nuk e di kur flas unë, më dëgjojnë amerikanët apo unë i dëgjoj ata në ëndër kur fle gjumë dhe i them para kohë gjërat, para se i thon ata. Po e din ata, po e thash unë, ti je i sigurt që ata e din para se ta them unë. Thjesht unë shoh ëndra dhe m'dalin. Kaq. Ëndrat e dalin thot popull. Megjithatë, po jo mbaroj. Jo, okay, kaq. Po, Denis. Jo, unë kisha një pyetje për ju. Për çfarë problemi ka ose unë nuk shoh problem që Rama të zbatoj çdo kërkesë që do vi nga miqtë amerikanë. E bën ai. Ndaj tyre nuk ka asnjë kërkesë. Rama pret vetëm një sinjal, do them diçka. Rama pret të shpëtoj kokën e vet dhe rastin. Se na nxjerr nga biseda, po flisim për këtë gjë. Asgjë nuk pret Rama nga ata. Çfarë i thot? Ata një sekondë. Nuk vlis Rama nga pushteti, se nuk ka të garantuar, nuk ka të garantuar fatin e vet politik pas largimit nga qeveria. Sepse duhet ditë një gjë. Në Amerikë ja ta garantoj, ta thot Galdini këtë gjë do të them unë si rast. Më merr mua si njeriu, se atë opozitarin e çmendur, këtë rasti po them. Më merr jashtë kontekstit. Në SBA, marrëdhëniet CIA, FBI nuk janë gjithmonë të shëndosha. Janë të kundërta në disa raste. Problemet e tyre. Jo më. Ore, janë plotësisht janë. Dhe do të them edhe një gjë. Fati politike, fati me Gonigalit është fati që frikson Ramën. Prandaj Rama kërkon negocimin me kushte amerikanë. Hajde, ore më pranoni çfarë doni nga mua. Këto janë tezat e PD-s. Tani ne po flasim për gjëra më. Hajde flasim më të mëdha. Tani këtu mesazhi është i qartë. Pra, do ecësh në Shina zotri, ke i pushtet pa ku. Do ecësh në Shina zotri, mos prek spaku. Mos prek reformën drejtësi. S'ka për ta prekur. Hiq dorë nga komisioni Çapa. Çapa. Edhe për s'ka për ta prekur, Rama po të them edhe një herë, është njeriu që të rriqet sa herë që e shef që nuk duhet kaluar viza. Shumë e thjesht. Tu problemi ka qenë gjithmonë Berisha që s'është rrequr. Ai ka dhënë gaz më tepër. Pra Rama, unë nuk e shoh. Ky është një mesazh që normalisht i pari që do ta lexoj më mirë nga gjithë është Rama. Më mirë nga gjithë politikanët. Sa ti drejtohet mos pari një. Po, dhe ai e kupton më mirë. Pjesa tjetër e grupit parlamentar, të dy të tjerët nuk e kuptojnë. Ta ja punë me. Po, se janë të tre. E qartë. Pra, ai do ta kuptoj dhe nuk ka këtu shanse që Rama pasi ka arritur këtë triumf, kaq që edhe vetë socialistët thonë nuk e ka menduar që të shkonte në këtë pikë, që të rënoj gjithë këtë kështjellë. Si nuk e ka menduar më ta tha Galdini që jo kaq shumë. Ishte derivat i jo kaq shumë. Jo kaq shumë. Pra 83, pra e di çfarë thot 83, se edhe Ariani ka thënë 80, pra jo me shumicë. Jo me shumicë kushtet, jo me shumicë cilësuar. Pra gjithë Jo me unë kam thënë deri në shumicë cilësuar. Dakor. E rëndësishme është kjo që unë mendoj pak, nëse nuk jemi këtu për dënë opinionet. Dhe kam thënë që s'do ketë nevojë për votat me shumicë cilësuar. Që Rama nuk ka për të bërë asgjë që bie në interes me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka që thjesht për mendimin tim, sepse administrata e re dhe i referohem gjithmonë ish kryeministit kosovar Ramush Haradinaj, që ka thënë me këtë administratë nuk bëhet shaka. Me atë tjetrën bënim shaka dhe na qërtonin, po prap ishim ëmbël. Ndërkohë me këtë nuk bëhet shaka. Dhe njeriu që e di më mirë këtë është Rama. Tani Rama është politikan i rregjur tani, nuk është më piktor siç thotë, është politikan i rregjur. Rama kërkon rrugdaljen për fatin e vet politik nga kjo administratë, garancin.
Rama nuk lë pushtet dhe i lutet Berishës tavolin dhe i thot pranoje humbjen që të shpëtojnë kokën time dhe për këtë penalizohet Shqipëria sepse është i gatshëm të lëshojë çdo gjë përveç fatit vet. Ora është në rrezik për fatin e vet politik, kuptoje. Dakor. Nuk mundet Rama ta mbyll karrierën kaq qet. Këtë gjë po kërkon më lini tikë të bëj poça dhe mos më penalizoni mrapa me strukturat tuaja. Ata nuk po ja japin këtë shans. Tani, dakor, Arjan, një pyetje se folëm deri tani. Opozita si qëndron në raport me këto dy deklarata të jo vetëm të ambasadës, por edhe të Gonzatos për sa i përket kodit zgjedhor etj. Si qëndron opozita në fokusin e Bashkimit Evropian dhe në fokusin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur nga këto fakte që kemi son tavolinë, Berisha vazhdon të mbetet non grata, kemi një qëndrim të Gonzatos për një orën e zgjedhjeve dhe kemi edhe këto dy deklarata të ambasadës amerikane. Shumë mos herë më bëjmë pyetje për opozitën, unë jam në një dilemë shumë të madhe, Redi, për të qenë flas apo mos flas. E di pse, sepse një nga gjërat që po na ndodh ne si opozitë është kjo që ne duam të fitojmë, por nga ana tjetër, kur dikush përpiqet të thotë vërtetën, ne më njëherë shpallim armik. Edhe bëjmë -1, -2, -3, -5. Dhe numri ka vajtur kaq i madh, sa që tani opozita, pra jo që quhet opozita zyrtare, sepse opozit jam dhe unë, por jam opozit e vetë zgjedhur, me vetë zgjedhje, ka mbetur tek 500.000 vota. Të gjithë ne tjerët që përpiqemi të themi të vërtetën, pra dhe e thënurat vërtetës para kohë dhe gjatë kohës, me risk të lartë personal, nuk kuptojnë që ora unë po i bie këmbanave të alarmit që ne ta ndryshojmë të trajektore së bashku, nuk jam kundër teje, jam duke të thënë vërtetën që të reagosh. Dhe këtu kur u thua të vërtetën, të shpallin më shumë armik. Të shpallin më shumë armik. Dhe fatkeqësisht kemi arritur në atë pikë sa që këtu ka drejt Denisi, më vjen shumë keq që duhet i them që ka drejt Denisi që Rama është njeriu më komod, sepse Rama tani e ka pazarin e hapur, tani e ka bashën e Shqipërisë aty dhe thotë çado. Ka çfarë? Nuk bëhet fjalë për këtë gjë. E ka zgjidhur këtë pjesë. Nuk jemi në këtë kontekst. Po mirë, dakord, ti mendon se nuk jemi, po për t'i dhënë Rama, kujt do t'i japi Rama? Kujt i lëshoj? Po sikur të ketë. Amerikanëve që janë pronarë të Shqipërisë. Ka gjithmonë. Kujt ishin copa? Ka gjithmonë më. Ma beso, ka gjithmonë më. Do habitesh çfarë do dali rrugës. Do habitesh, pas ka patur akoma, do habitesh. Besom. Ore do ndajnë pasurinë oligarkët. I kanë ndarë. Çfarë do ndajnë territor? I kanë ndarë. Për atë zot, më lër, do habitesh rrugës. Uroj që mos shkoj puna aty, se po shkoj. Pastaj kot që flasim edhe unë dhe ti edhe Redi, se Denisi është në rregull. Qofse është çështje penale. Kot që flasim unë ti edhe Redi, sepse kjo punë do të shkojë pastaj deri në 2233-shin. Jo tani. Uroj mos ndodhi ajo që po negociata. Po mendoj unë. Jo se di, po që e kam parë në ndër. Nuk di asgjë. Unë kryesisht flas gjëra që thjesht i mendoj vet, nuk flas gjëra që di. Dhe sikur opozita e ka një instrument. E ka një instrument që të takojë të vërtetën, sado e dhimbshme që të jetë, dhe ai war room-i që unë kam thënë. Po, që kemi diskutuar. Zgjidhja ultimative që ka opozita është war room-i ku ulemi të gjithë barabartë. Zotni mund të keshin atë sa duash, mund të më urrësh sa duash. Hajde ulemi këtu flasim, po mos flasim për unë dhe ti, po flasim për idet. Kush janë idet që na vlejnë? Kush janë strategjitë që na vlejnë dhe kush janë platformat që na vlejnë? Po nuk u bë kjo gjë, të gjitha të gjërat e tjera. Çfarë do bëj opozita për shkakun? Jo, pyetja ime është, po pra, a ndryshon qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po jo, pra, jo se quan, madje shiko, më vjen keq, po është edhe më poshtruese se sa qëndrimi i Jurikimit te Erdoani Barzë, do të quhen lashësi. Lashësi pra ka çuar. Është më poshtruese tani, më vjen keq. Te Egjipti, te ku diu. Tani lëre tash i kanë quajtur mumie tani. Lashësi më. Qofse Brahma i thoshte bufi, këta i thon mumie. Lashtësi të lexoje tek konteksti. Fik i lasht. Jo zot, jo. Lashtësi të ankesave që u shfaqni. Pra jeni të vjetër me ankesa. Po është një histori pra, ka personazh pra. Po ja arkiv politik. Ankesa nuk është gjallës, nuk ka jetë. Po është më keq mos e Jurikim, sepse po i thot je fik i lasht gushti më. Do mbaroj puna sepse po je fik i lasht gushtin shtator do të njoh qeverini thot. E do kuptoni politik, do t'ju asvërdej gëm për gëm. Jo, edhe gëm për gëm s'do ishte keq. Kaq pra, kaq, po i thot je fik i lasht gushti zotni. Mos ripërsërit vetveten. Ndaje mendje, krijo diçka të re. Hapur bëra atë që bëri Berlusconi më, unë e kam thënë 100 herë. Ka drejt Ariani këtu. Se i doli nga shpirti kur tha mos përsërit vetveten. Kemi qenë në vitin 97 që dëgjojmë të njëjtat gjëra. Dhe ajo që thot Berisha për 2001 nuk është as pak e vërtet. Nuk ka marrë gjë Berisha në 2001.
Ka qenë gabimi I socialistëve që dëgjuan atë zonjën si e ka ajo zonja. Jo, ajo zonja, ajo zonja nga Europës, kjo Gjermania. Sepse nuk kishte asnjë presion europian ndaj as për presidentin as për gjë. Ajo është një gafe e madhe. Jo, po sepse duhet t'i marrësh gjërat, nuk mund ta manipulosh publikun. Se Berisha thot, meqense unë 2001-shin shkova me dosje, erdha në pushtet 2005. Po, Berisha. Nuk vish 2029 me këtë situatë. Shiko, Berisha se të njëjtën qasje. Megjithatë Berisha nuk ishte I sotme se Berisha I 2001. Ishte tjetër gjë, patjetër. Ishte më I rije, më energjike të gjitha. Edhe po ta them, edhe deri 2015-s. Po, edhe deri 2017 dakord, jam. Deri 2015-ën. Edhe deri 2015 Berisha e kishte playbookun. Pikërisht pra. Është tjetër gjë. Kishte playbookun. Arjan, jo, pyetja është a vazhdon të mbetet kërkesa ndaj Partisë Demokratike për largimin e Berishës nisur nga kjo? Berisha duhet I kërkojë llogari atyre që I bën çadrën. Çadra e hoqi playbookun, kaq. Aty këtu pastaj na futet te jo, kjo është diskutim tjetër, nuk po doni vazhdon atë, po aty I Berishës. Almer, a jemi Si ishte pyetja fazë për të përgjigje? Jo. A vazhdon SBA të ketë të njëjtin qëndrim që pati administrata tjetër në raport me Sali Berishën? Ta tha pra më keqësh. Dhe apo kërkon largimin e Sali Berishës ambasada amerikane me këto qëndrimet? Ata ta japin mesazhin, pastaj gjykojë vet. Vetëm mos harro një gjë. Që jemi duke folur se unë prandaj nuk flas me terma imperative dhe radikale, apo përfundimtare apo përkufizuese. Mos harro që Donald Trump është ai njeriu që I tha Zelenskit ti je diktator. Pastaj tha je burr. Pastaj tha je burr shteti, pra. Ndryshojnë dinamikat. Që kjo deklaratë në vetvete I lë shansin çdo njeriu që ngrihet në lartësinë e burr shtetësit të reflektoj. E burr shtetësit, dhe burr shtetësi nuk është pushtetar, nuk është power player. Është generation player. Pra burr shteti është njeriu që luan për gjeneratat. Pra po I thonë edhe Ramës dhe Berishës, ore, punoni për gjeneratat, hapni syt. Tani një pyetje kam unë për ty Arjan. Nga duke njohur të dy, kush se këtu pastaj unë jam I qartë, po të pyes ty. Kush reflekton më shpejt, Rama apo Berisha? Dhe më mirë. Ja, këtu prap. Tani unë të jap përgjigjen, por do të jap edhe një parantezë, nëse ma lejon. Mirë, jepi parantezën, po. Rama rrezikon sepse reflekton më shpejt, pra rrezikon, mund të rrezikojë gjithçka me reflektimin e tij. Dhe Berisha nuk para rrezikon, se është shumë konservativ si natyrë, vetëm se Rama ka një problem. Kush ka qenë dielli PS-PD deri në 2013? Në ato maja, ripa, njërë ma hype, njërë ta hype. Po, 8-8. Prit pak tani. Po çfarë sillte kjo? Kjo sillte ajo të I quhet shplarje në opozit. Ne e dim që ata që merren me lojrat e pushtetit, në momentin që bëhen pushtetar, janë dhe kontraktorë, janë kontraktorë të gjitha formave. Të dukshme, të padukshme, ndërkombëtare, vendase kriminale, ndërkombëtare, shërbimesh. Po, dalja në opozit, u jep mundësinë që ata të shlirohen, pra ta zbrazin sa do pak peshën, pra të rienergjitizohen. Në rregull? Dhe në momentin që ata rienergjitizohen, por nuk ndërpriten kontraktualitetet. Çfarë ka bërë Rama tani? Se kjo është mosprishja e ADN-s. Me mandatin e 4, Rama ka prishur ADN sepse tani opozita është jo kontraktuale. Emri I Sali Berishës dhe prandaj është rëndësishëm Berisha për opozitën. Ka prishur sistemin. Emri I Sali Berishës I vetmi që është kontraktual. Po një opozitë që nuk është kontraktuale si institucion, është e frikshme. Pra por emri I Sali Berishës tani ka një problem që është kontraktual brenda vendit. Pra nëse flasim për grupe, për lëvizje, bla bla bla, ato që ju kuptoni më mirë se bëhet. Po thua që opozita është kthyer në një formë jo alternative për pushtetin. Ata mund të besojnë kontraktualitet tek emri I Berishës apo jo. Pra janë të gatshëm të hyjnë në çfarëdo lloj aventure tek emri I Berishës. Por poshtë Berishës nuk kanë besim valla. Kaq është. Ndërkohë që Rama ka një super strukturë të sofistikuar. Argument për këtë. Po, ndërkohë që ndërkombëtarisht Rama e ka mundësinë kontraktuale. Tani, kjo që ka ndodhur me opozitën është edhe faji opozitës, por është dhe krim politik që ka bërë Rama me stilin e vetë qeverisës. Sepse ai është me stilin që unë bëj gjithçka vetë. Nuk kam se të dëgjoj askënd, marr gjithçka vetë dhe s'më duhen këta. Dhe I ka shpërbër, por një demokraci ku opozita nuk ka fuqi kontraktuale, praktikisht e kthen në një shtëpi bosh.
E kanë nxjerrë jashtë lojës. Do t'jap një kundërargument. Po e kanë nxjerrë për shkak dobësisë ama. Shiko, sot dobësia e opozitës është faktori kryesor i daljes jashtë lojës. Çfarë sinjali pret opozita nga SBA-ja? Një sinjal shumë të qartë i cili do të thotë që në momentin që ata e shohin që Rama, pra amerikanët e kanë mbyllur marrëveshjen me Ramën duke i lënë atij si rrugdalje largimin, pra ti thon zotri, ulu, komuniko dhe çfarë do bësh ti me fatin tënd politik dhe në momentin që Rama pranon kushtet amerikanëve. Ti thua pret nga Amerika anglisht. Opozita këtë gjë po pret sot. Opozita këtë gjë po pret sot. Pra, sot nuk po si opozita. Le ta shpjegoj. Jo më di unë çfarë bën, çfarë bën Berisha. Merr një iPhone se ke mbetë telefoni me nuk ka lidhje fare me atë. Në momentin që amerikanët i thon Ramës, ulen me Ramën dhe i thon, ti zotri do ikësh filan ditë. Do bësh të lëvizje që themi ne dhe do të lëshosh pushtetin me kushtet tona dhe Ramës po dhe gjitha pra një lloj marrëdhënie e tillë. Do thon Berishës tani do vindo rikthehen Berishës, do i thon zotri, Rama ka pranuar kushtet tona dhe është i larguar. Me çfarë kushtesh do negociojmë ne me ty zotri? Do pranosh kushtet tona apo jo? Atëherë Berisha do ulet do negocioj, po pa bërë këtë hap ata nuk vinte Berisha. Një sekondë. Se do ta konsiderojmë Berishën aty. Si po rotacioni si do ndodh? Si mendon ti? Një sekondë. Se mbajnë Ramën më pra Rama tek ata nuk është më. Kjo që thua është me parimin e diplomacisë. Cila? Kjo që the. Bjen ndesh kjo. Po nuk shkohet. Ata nuk shkojnë te opozita pa mbyllur marrëveshje me qeverinë. Për të zgjidhur një problem. Berisha në 2013. Iku sepse i than zotri ti do ikësh me gjitha garancitë tona dhe do lësh pushtetin. Nuk shkohet e më i forti për të zgjidhur një problem diplomatik. Jo marë, po shkohet e i dopti, se i doptin e ke më kollajta në shtrosh. Çfarë bëri 2013 më? Çfarë bën 2013? Negociuar me Berishën zotri pushtetin. Po Almer, të lutem, e dikur ndodh kjo lloj negociate? Nëse potencialisht ndodh kështu. Nëse ti ke në dini që ndodh kështu, nuk kam dini që ndodh kështu. Por si e di unë, ndodh ndryshe. Po nëse ndodh kështu situatë, ndodh para zgjedhjeve. Po unë po flas për 2029 më. Për tani kanë mbaruar me ciklin mbyllur tani. A ti po thua për 2029? Po vajti Rama deri në 2029 e ka marrë atë. Kjo lashësia Almer, kjo që thot, ai ishte një goditje për qendrimin që ka marrë për tani, nuk është për 2029. Po flas një goditje, po mbaroi kjo, po vajti deri në 2029 Rama. Ka një gjë. Mbahet këtu shënim. E ka marrë mandatin e 5 hidhemi për pjetën e gjithë bashkë. Po pse mos ta marrin kur ka Po qëndroi Rama. Qofse Rama po thot, opozita është kthyer në një nuk është më alternativë pushteti. Po pse nuk është pra? Po nuk është se Rama nuk ikën zotri. Pse nuk ikën Rama? Sepse Rama korrupton dhe mban çdo lloj institucioni. Rama ikën vetëm pozicionin amerikanë dhe do prekësh. Dëgjoj pak. Po supozojmë se ti je opozita. Po supozojmë. Ti je gazetar, por po e marrim si ma lejo pak ta bëjmë vetëm për të kuptuar logjikën. Në qoftë se opozita mendon kështu si ty dhe ky është mendimi i opozitës, unë po të them që kjo është dhurata më e madhe ndaj Edi Ramës dhe Rama po vajti deri në 2029 mandatin e 5 e ka të sigurt. Të pa diskutueshëm fare. 2030. Po të gjashtin, më të lehtë akoma të gjashtin. Po s'ka pastaj shkojnë në gjujnë këta, nuk shkojnë më fare. Prit tani. Tani dëgjoje këtë që po të them unë. Sepse edhe sikur potencialisht ndodhi ajo që thua ti, që nuk është e vërtet, po ta zëm se ndodhi ajo që thua ti. Që amerikanët për mënyrën si negociojnë amerikanët. Po jo pra jo, po se di ashtu e di ndryshe pra. Në ëndrat e mia e kam parë ndryshe, edhe në librat që kam lexuar unë. Ma beso. Kur ndodh kjo gjë, ka tjetër lëvizje, lëviz gjithë shoqëria. Lëvizin shumë mekanizma, lëvizin mediat. Dhe të parat që e trajtojnë Ramën janë mediat që ka më të afërtat. Do shoh dhe Ramën Denisi. Ariani njeh Facebookun. E di, po s'është unë asë mroja se jam dakord, po edhe unë po të përgjigjem shakause. Por bëj analizën time. Ndodh ndryshe. Qofse mban mend ti kur erdhi Berisha në 2005-ën, dori Top Channel kundër Deklani. Nga mbrojtës kryesor të PS-s u bën para rendën fitoren e Berishës. Por është e ndjen gjithë shoqëria këtë gjë. Por ajo që ndodh gjithmonë para zgjedhjeve. Kjo që po të them unë tani, se ne po analizojmë faktin, më ka ndodhur zgjedhjet. Po këtu është qofse opozita do veprojë me këtë lloj mendësie, dhe s'do e dëgjoj këtë që po them unë. Mi pa e mora si shembull pra nëse ti opozita po themi. Opozitas kjo i ka ngel tani. Jo pra jo i ka ngel, jo por eu po them që si ka ngel kjo më burr. Opozita mund të reflektojë shumë më shpejt më. Çfarë është? Mund të reflektojë 2025-ën, brenda 2025-2026-s. Reflektimi i opozitës Arian. Të marrë Bashkinë e Tiranës. Po jo me marrëveshjen tavolinë. E çfarë do thotë kjo?
ta marri Bashkinë e Tiranës, Çfarë do thotë? të zgjidh kandidatin që fiton. Ore, çfarë do thotë kjo që e morën Jo, po Bashkinë e Tiranës? ndryshon forcat. Po ndryshon pra se aty është pra se po jo aty bësh tryezën e madhe të amerikanëve negociator. Ndryshon power play. Aty fillon loja. Amerikanët ti e di ku e kanë pengesën dhe çfarë duan. Jo, e ke di shumë. çfarë Jo, duan. unë nga që e di po ta them këtë duan gjë. njerit besuar tyren. Po Pra nga që e di- emrat, po atë brenda opozitës sot nuk ka emra, pra ti e the mesazhin. brenda opozitës zyrtare thua Po ti. brenda opozitës zyrtare më kështu në opozitë faktor, unë po flas brenda PD-s, më Po pra mirë, dakor. po ta zgjedhë domeni brenda PD-s. Po brenda. Nëse ka një element tjetër që ne nuk e dim, Ti thua brenda 50-s të Almer, Tani ti thua brenda fortifikatës, unë po them pra këtu është pra se këtu po ndryshon pra, të dalim nga fortifikata pra. se fortifikata 500.000 Se vota. edhe Vrana ka. Konti, çfarë bën Vrana Konti? Unë e kuptoj që Vrana Konti ri në Kështjell. Dhe po bjem dakord. Por tani në qoftë se Vrana Konti nuk do dilte kur Skënderbeu godiste bishtin e ushtrisë osmane, po mos dilte Vrana Konti të krijonte idenë që u hap Kështjella që bënin sikur sulmonin, këta s'do e kuptonin dhe Skënderbeu bënte kërdinke bishti dhe Vrana Konti bënte sikur dilte kthej prap Kështjell. Pra do çik strategji më burr. Brenda Kështjellës dhe jashtë Kështjellës. Pra unë po them, opozita duhet dal nga fortifikata. Duhet i hapi syt për te fortifikatës. Tani do të bëj një gjë që nuk e kam zakon ta bëj sepse unë nuk dua të nëpërkëm njerëz në kuptimin e njerëzve, por s'po hy në emra. Jo, emrat i lëm se. Nuk po nuk hy në emra, po jo, nuk hy në emra, jo, Merr me s'do hy, jo, fenomen. nuk e po e kam fjalën tek pejorativi i konsideratës do të them. Të katandiset opozita që të quaj intelektual të mëdhenj sa emra që kam dëgjuar unë tani, që lexoj që këta janë intelektualët, këta duen, të jenë ata emra që në kohë të tjera, në kushte të tjera, çfarë ka qenë Partia Demokratike, do rrinin te kafja, edhe ke kafja madje do përpiqesh një tubursiesh të njëri, ti mi katandisur në këtë pikë Që këta të janë, intelektualitetit, që këta janë starët e intelektualitetit, e po fal, tu ka mbaruar çdo gjë. E Almer, kupton? te reagimi që bën ambasada, nisur edhe nga ngjarja e sotme në parlament që ishte, le të themi, ballafaqimi pas zgjedhjeve për herë të parë i mazhorancës me opozitën që u duk krejt normal, sepse nisur nga akuzat që palët i bën njëri tjetrit për farsë elektorale etj, ajo që ndodhi sot në parlament ishte krejt një shfaqje normale që ne jemi mësuar ta shohim. A ishte ky mesazh i ambasadës amerikane edhe një goditje për qëndrimin që ka marrë deri tani Partia Demokratike për sa i përket mosnjohjes asaj që ai e quhen farzë elektorale? e para, Partia Demokratike është përpjekur gjatë gjithë kësaj kohe, duke konceptuar që ka të drejtë, që të paraqes para publikut, besoj dhe para amerikanëve, të gjithë padrejtësitë që ajo supozon që janë bërë në zgjedhje. Dhe këtë linjë ajo është duke e vazhduar, më thënë, ditë pas dite me denoncime, Okay. me argumente, me fakte, me prova që ata i konsiderojnë të vlefshme, që janë duke i thënë edhe ndërkombëtarëve, po dhe edhe SBA-s, që neve jemi të vjedhur. Dhe duke u nisur nga kjo analizë, ata po bëjnë çdo përpjekje të mundshme që të dëgjohen në SBA, që të dëgjohen në Po ndërkohë departamentin janë e brenda shtetit. institucioneve, Patjetër, unë nuk mendoj që linja radikale e ndjekur në këto kushte, kur ti s'ke një lloj garancie apo një lloj connectioni me përtej oqeanit, nuk mendoj që ndihmon opozitën në këto momente. Opozita në këto momente më shumë e ndihmon që të kërkoj lidhje të drejtë për drejtë, lobimi, kontakti në SBA, në institucionet zyrtare të kësaj administrate, për të qenë e qëndësishme. Sot opozita nuk është e qëndësishme në syrin e tyre, pra. Nuk është një domen i cili ata e preferojnë dhe duan ta dëgjojnë, nuk duan ta dëgjojnë më, nuk duan ta dëgjojnë realisht. Sepse amerikanët kanë tjetër qasje sot, pra ta shpjegova. U kuptua. Amerikanët sot konceptojnë këtë opozit si një faktor që nuk ka dëgjuar këshillat e tyre me kohën. Dhe por e pranojnë si opozit, e pranojnë si aktor politik, sepse derisa pranojnë lobimin legal të tyre, e pranojnë. Problemi është që ata nuk mund të negociojnë me kushtet, unë e mendoj këtë gjë, pa negociuar radhë parë me kushtet me Ramën. Pra, opozitës nuk i ka ardhur atë, nëse ata. Nëse ti thua, më fal tani sepse këtu prap ja shikon, kjo është gjë që mua më shqetëson nëse kjo është mënyra e menduarit e opozitës. Jo, mos është kjo është mendimi personal. Nëse do ishte kështu. A e kupton pra që kjo deklaratë është përgjigje edhe ndaj lobimit? Pse? Ata kanë pranuar lobimin, është përgjigje ndaj lobimit në shkollë. Po këto pra ankesat tuaja të lashta, më burr. Ankesat si bëhen?
Se këta po hidhe gjithë përpjekjet për PD, duke thënë që Ankesat me që lobim shkojnë pra. në Po me Washington, lobim pra, janë që s'ua plashta, dëgjojnë pra, boll pra, janë të boll. stërbëra. Mos harxhoni lek kot për këtë gjë pra. Por është përgjigje shumë e qartë, më direkte, mos harxhoni lek kot për këtë gjë. Ka një kontradikt me këtë që thua. Kush, Jo më këtë, S'ka lidhur kontradikt, me po. me Bëhet këtë interpretim që i politikisht, bën mo. deklaratës. Zotëri, si pranoka lobimin ata zyrtar dhe nga ana tjetër thotë që kjo para që Lobimi është privat, nuk është zyrtar. Ore, zotëri, Lobimin e bën më Ariani fal, për jo. çefin. Lobimi po kryet, Departamenti është tjetër gjë. Lobimi po kryet, po lobimi, Almer. ore është publikuar në faqen zyrtare të Po departamentit. ajo, jo më ajo është me ligj, më je detyruar, s'është, nuk është si o, pranon nëse po të ndihmon në Se Amerikë. pranojnë O lobimin Almer, këta. o Almer, Mos e e ngatro, mos e refuzon ngatro. pra. Jo, Almer, jo. amerikanët se kanë problem biznesin e Paran lobimit ta si pranojnë. biznes. Por ai po të refuzon produktin, Të ta pra e ka ke të thënë- kot. Pra në qoftë se ti do të bësh biznes, bëj harxho lek sa duash, po ky është produkti tot. Këtë përgjigje do marrësh pra. Do të harxhosh lek, harxho tot po burr. Më kuptov. Shiko, amerikanët. Jo, dhe Rama ka qenë sinqert kur ka thënë, po ti isha ashtu. Shtetet e Bashkuara të vendet më të Amerikës- pasura do ta kishin bler departamentin me kohë. Nuk ta ndalojnë Kjo gjë. biznesin. S'kam pse të ta ndalojnë biznesin. Po Po s'ka. ata janë duke thënë një gjë, unë besoj që ky do të ishte një lajm i gëzueshëm për opozitën. Në qoftë se opozita do hap sytë e mendjes. Ma besoj këtë gjë. Po hapi sytë, po u ndriçua. Po si Se Bashkuara e tani, Amerikës pse janë mo- duke ja thënë- një sekondë tani, se tani këtu je mësoj opozitën. Në rast nëse Berisha hap mendjen, këtë Pra, thuaj. opozitën zyrtare, Po mirë pra, pra. po, pra, ai që ka pesë opozitën zyrtare, zyrtare, pra. Ata 49 e tjerë- U bëj qendroj termin. Nëse unë thash që ata 82 të PS Termi nuk e zyrtar, kuptojnë ai mesazhin, këta 49 e tjerë, këta se kuptojnë e se kuptojnë Ore, fare. e kemi thënë Këta pra, janë me idenë e që kemi thënë ka pra, ardhur presidenti kur themi- Trump, dakor? Kur themi shumica, themi Edi Rama, kur Okej. themi opozita, kemi Tani thënë ti Berisha. thuaj qartë, nëse Tani, shiko. Berisha do zgjohet, por nuk e di, unë mendoj që nuk ka për të zgjuar, se do t'i shkojë deri në fund, le të zgjohet. Uroj që mos të jetë vërtet kjo. Nëse do zgjohet, do ta vinë ta komentojmë këtu. Po unë besoj që në qoftë se Sali Berisha do hap sytë e Ah, mendjes. okay, tani e më i saktë. Po. Okej. Do hap sytë e Këtu jemi mendjes. për të korrigjuar, jo Të për gjë. presin dhe ata pra. Ë? Të presin amerikanët. Po pra, po të hapi sytë e mendjes. Nuk ka nevojë negocion politikisht. Janë njerëzit aty me të cilët mund të hapet çdo port politikisht, jo me para. Politikisht. Arjan, e fundit që do diskutojmë besoj 10 minuta, si e shikoni spakun tani pas zgjedhjeve dhe në këtë historinë që sikur ka Spaku është aty ku duhet. Spaku Spaku është- është instrumenti ligjor për të çmontuar të keqen në këtë vend. Sa herë që do kërkohet. Kaq e thjeshtë. Unë uroj Nuk që- mund ta çmontosh një të keqen në një vend pa një mjet ligjor. Mjeti ligjor është prokuroria e posaçme. Unë uroj që atë që nuk e bën para zgjedhjeve ta bëjmë para konstituimit të parlamentit të ri. Se do jetë shumë e vështirë sepse pastaj ngërthehen të tjera ekuilibra. Ka një e bukur kjo. po sepse deri në parlamentin e ri Pra, gjatë kësaj vere, janë po, tre muaj janë forta? 3 muaj vere të nxehta, edhe në aspektin klimaterik, edhe në aspektin politik. Por unë të them që në dorë e ka Por, ama, që i ku vetmi- polën e PD-s dhe ku polën e PS-s deri në shtator. I vetmi që unë prap Janë me imunitet. unë prapi ndryshe nga Ariani ndahem këtu, i vetmi që reflekton dhe janë nesër ai zoti Rama mbledh qeverinë dhe është për mua ka filluar reflektimi. Se çfarë do të ndodh, do ta shohim. Mbledh qeverinë nesër. Nesër Do ketë në ndryshime, Gjirokastër. do ketë- Po kjo qeveri s'ka rëndësi tani, po parë. në koncept qeverisja do Mund të ndryshoj. ndodhë edhe kjo që mund të them unë Almerit më rregulloj një takim me doktorin edhe ja që Ndërkohë, s'kena unë jam vota, do ta pret vetaj. do ta pyes Arianin, a do vazhdoj doktori me konferencat e farsës edhe në qershor, Jo, edhe në korrik, edhe në Jo jemi shtator? ke spaku. Jo, prit se mos është jo këtu. këtu doktorit prap. Po jo janë të ndërthura ato. Po janë, po. Spaku nuk është një organ që është i shkëputur nga shoqëria Mos ta shqiptare. bëjmë- mos Është ta pjesë e bëjmë- shoqërisë. Okej. E, pra. Dgjoj, mos ta bëjmë Berishën edhe kaq të pa zotin dhe kaq të pa. Jo, nuk pa dyshim, se 500.000 vota nuk janë pak, sido që tjetë. Kjo që po bën Sali Berisha tek e fundit është e vetmja gjë utilitare që e bën të pa dukshme atë që i ka bërë një vit më përpara kur vëzdoi me 106 vota ndryshimin e kodit. Pra e vetmja mënyrë që njerëzit mos të mendojnë dhe mos të shkoj fare as në imagjinatën më të çmendur që këtu ka një marrëveshje, sepse e vërteta e hidhur është kjo që Rama është heroi i Sali Berishës dhe Sali Berisha është heroi i Edi Ramës. Këta të dy në mëngjes nuk mund ta pinë kafen e mëngjesit pa i dhënë dashuri
me emoji, njëri tjetër. Jo, vetëm ka një gjë. S'ka është e pamundur. Kjo teza e bashkëpunimit ka vetëm kjo që po ndodh është pjesë e normalitetit tani. Jo, në rregull, po problemi është ky që problemi është jam dakord me ty se sistemi është si një peshore. Po si të bëjë se s'ka as tani ana e PD-s ka shkuar në fund fare. Po politika fillon shtator. Dakor. Tani Berisha shkoi shtator e tutje. Unë uroj që nëse Berisha do mbetet te ky nivel, edhe në shtator e tutje, ka vdek shpresa. Në qoftë se Sali Berisha në shtator e tutje, pra jo mos thuaj ka vdek shpresa, përfiton Rama. Po për ne opozitën pra. Okej, dakor. Jo vetëm për opozitën, po edhe për Shqipërinë. Tani do të them një gjë, më fal, se do t'ja them pse unë jam i dëshpëruar për Shqipërinë. Sepse ne dimë gjithmonë që çdo qeverisje apo çdo kryeministër në Shqipëri, përveç vetvetes dhe grupit politik, gjithmonë krijon disa shtrezime si val koncentrike njerëzish që janë të pasuruar dhe jetë ndryshuar prej tij apo jo. Dhe në qoftë se në 4 vite, po themi, një kryeministër mund të ushqejë 30.000 vete në shoqjet e 30.000 vete, në 8 vite bëhen 60. Okej. Dakor? Në 12 vite sa bëhen? Bëhen 90. Në 16 vite bëhen 120.000, po 120.000 jetë ndryshuar, janë kamikaz nesër. Po nesër, me 120.000 jetë ndryshuar, që janë bërë milioner dhe miliarder, që kanë gjithë shka, edhe po ta marrësh pushtetin ti nesër, të vish nga asgjëja, këta 120.000 njerëz nuk të lënë të marrësh frym. Sepse ekonominë e kanë këta, biznesin e kanë këta, energjetikën e kanë këta. E kupton pra? Është ajo që ekuilibri është. Unë mendoj që duhet ketë se s'bën ndryshim. Unë jam partizan absolut i ndryshimit një orë më parë. Çdo ditë e Edi Ramës në pushtet është në dëm të të ardhmes Shqipërisë sepse do krijohet një elitë që nesër do të kontrollojë çdo kryeministër. Almer, një koment fundit për ta mbyllur, ëh? Okej. Unë të them një gjë. Rama ka filluar që në janar përpjekjen për të servilosur apo për gjetur një rrugë kontaktin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka qenë i vazhdueshëm në këtë gjë dhe një nga pikat që ai kërkon që të marrë një buzëqeshje nga matan oqeanit është puna që bën me spakun, me elementet që kontrollon brenda spakut. Duke thënë atyre që neve e lëm spakun të qetë kryej veprimet e tij, ndërkohë nën Rogoz Rama inkurajon njerëzit e tij brenda drejtësisë për të pastruar të gjithë elementet e korruptuar brenda Partisë Socialiste. Dhe kjo gjë do të vazhdojë. Pra spaku do të mësy në zyrat e qeverisë, në zyrat e Partisë Socialiste me të gjithë elementet që kanë kryer korrupsion dhe se qeverisje në mënyrë të vazhdueshme. Pra asnjë ditë nuk do të ndalë pastrimi nga njerëzit që janë rreth Edi Ramës, afër Edi Ramës, ministrat e Edi Ramës, fuqia politike e Edi Ramës. Pra, puna e spaku do të jetë aq e vazhdueshme dhe aq koncize në arrestimin e njerëzve të rëndësishëm afër Edi Ramës me bekimin e tij, sa neve do të shohim, nuk po quaj çuditëra, por do të shohim një lloj revanshi të plotë të spakut për të treguar që është duke kryer detyrën me seriozitet. Pra, unë nuk përjashtoj që njerëz afër brenda oborrit të Edi Ramës të arrestohen shumë shpejt. Ministra shumë të rëndësishëm. Pra, nuk përjashtohet asnjë, jo brenda kësaj do të ishin arrestuar, sepse këta njerëz jo do arrestohen për oreksin e Edi Ramës, por duke pasur mbështetjen e Edi Ramës, këta njerëz nuk i duan më aty në obor, sepse bëhen fuqizohen, i rëndojnë, jo e kërcënojnë, i prishin rehatin. I prishin rehatin me fuqizimin e tyre dhe këta njerëz Edi Rama do ja hedhi si mish, si llokma mishi spakut, domethënë drejt burgut. Pra do shohësh një vazhdimsi të goditjeve politike të rangut të Erion Veliet. Nuk përjashtohet asnjë mënyrë kategorisë. Po nivelit lart, me nivel drejtorave ke aty ne nuk, shikoj, neve kemi mësuar në këtë vend që pam arrestimin e Ilir Metës, arrestimin e Sali Berishës, pam arrestimin e Erion Veliet dhe nuk është çudi që të arrestohen njerëz të nivelit lart politik. Por vazhdimësia, koha është gjë e rëndësishme, sot apo nesër, në shtator apo në gusht, në korrik apo jo. Pra spaku në çdo moment do justifikoj punën e tij për treguar prezencë në shoqërinë shqiptare me agresivitetin që kryen punën. Kjo lloj përpjekje e spakut për të qenë i rëndësishëm, për të përmbushur tryezat e kafeneve, tryezat e bisedave të shqiptarëve është gjithmonë një interes i tyre dhe amerikanëve, po dhe i vetë drejtuesve të spakut për të treguar qëndësi. Dhe
fakti që SPAK-u në nëntor mbyll mandatin e vet, do ta bëj atë një institucion më agresiv. Një institucion Jo SPAK-u, Dumani, pra po Dumani, më fal një minutë. Kryesimin, jo mbyll mandatin. Po Altin Dumani është çështja të vazhdoj apo jo. Për Altin Dumanit është ngritur e gjithë ajo nuk ka rëndësi shumë. Si s'ka rëndësi fare. Çfarë kërkojnë ripërtëria e mandatit, çfarë kërkon? Me Altin Dumani. Unë mendoj që Dumani do vazhdoj, po nuk ka rëndësi. Unë ta them dhe që sot, që Dumani nuk do vazhdoj. Është gjetë dhe pasuesi Dumanit. Por pse kërkohet zgjatja e afateve të organeve drejtësisë? Kërkohet me kusht që jetë Dumani. Pra deri tani Dumani ka qenë njëri i rëndësishëm me tyre. Unë nga ajo i bëra pyetje zotit Galdini. Si prokuror, i kërkohet Dumanit që të vazhdojë dhe ai në krye me mandat tjetër pra. Këtë zgjatja e mandatit Dumanit kërkohet. Po sepse Dumani është njeriu kyç i tyre që deri tani ka shërbyr me devotshmëri. Nga ky moment është dyshim raporti amerikan me Dumani. Këtë jam duke thënë. E qartë.